Ka histori që nuk mund t'i harrosh kurrë. Histori që të shqyejnë shpirtin dhe të bëjnë të kuptosh se çfarë të thotë të jetosh vërtet. Kjo është një nga ato histori. Historia e një gruaje, një nëne, një luftëtare që sakrifikoi gjithçka për fëmijët e saj. Historia e një tradhtie kaq të thellë, saqë fjalët duken të vogla për ta përshkruar. Historia e 6 fëmijëve që u rritën pa babë, por me një zemër nëne aq të madhe sa mbushi boshllekun që ai la pas. Imagjinoni për një moment, ju jeni një grua e re, plot ëndra dhe shpresë. Keni 6 fëmijë të vegjël. Burri juaj punon në Itali, dërgon para çdo muaj, ju telefonon rregullisht. Ju besoni në të si në vetveten. Por një ditë, bota juaj shembet. Zbuloni që ai ka ndërtuar një jetë tjetër atje larg, një shtëpi tjetër, një grua tjetër, fëmijë të tjerë. Dhe ju jeni lënë vetëm me 6 gojë për të ushqyer dhe një zemër që thërmohet cop-cop. Para se të vazhdojmë, dua t'ju pyes diçka. Çfarë do bënit ju në vendin e kësaj gruaje? A do gjenit forcën të ngriheshit përsëri? A do i falnit? Shkruani në komente mendimin tuaj, sepse kjo histori do t'ju bëjë të mendoni thellë mbi dashurinë, tradhtinë dhe forcën e vërtet njerëzore. Emri i saj ishte Fatime, por të gjithë në fshat e thërrisnin thjesht Fata. Ajo ishte një grua e zakonshme, me duar të ashpra nga puna dhe zemër të butë si mëndafsh. Kishte lindur dhe ishte rritur me një fshat të vogël malor, ku jeta ishte e thjesht por e vështirë, ku njerëzit ndihmonin njëri tjetrin dhe ku fjalën e dhënë e mbanin më shumë se çdo kontratë. Kur u martua me Agimin, Fata ishte vetëm 19 vjeç. Ai ishte 5 vjet më i madh, një djalë i ri i fortë, punëtor, me buzëqeshje që ndriçonte dhomën. Familja e tij e kishte kërkuar dorën e saj me nderim, dhe Fata, si shumica e vajzave të asaj kohe, kishte pranuar me të mirë. Nuk ishte martesa e sotme ku njerëzit njëri tjetrin e njohin vite më parë. Ishte një marrëveshje mes familjesh, por edhe një shpresë për një jetë më të mirë. Ditët e para të martesës ishin të lumtura në mënyrën e tyre të thjeshtë. Agimi punonte tokat, ndihmonte në familje, dhe Fata kujdesej për shtëpinë e vogël që kishin marrë nga prindrit e tij. Ishin të varfër, si shumica e njerëzve atje, por kishin njëri tjetrin. Dhe kur erdhi fëmia i parë, një djalë të cilin e quajtën Besnik, Fata mendoi se jeta e saj ishte e plotë. Por fëmijët erdhën njëri pas tjetrit. Pas Besnikut erdhi Drita, pastaj Arben, pastaj Lindita, pastaj Bujar, dhe së fundmi e vogla Anjeza. 6 fëmijë në një shtëpi të vogël me një ekonomi që mezi mbante kokën mbi ujë. Agimi punonte nga Agimi deri në mbrëmje, por tokat e vogla malesh nuk jepnin aq sa të ushqenin 8 gojë. Fata, i tha Agimi një mbrëmje ndërsa ishin ulur në obor duke parë fëmijët që luanin. Besniku, djali më i madh që ishte vetëm 10 vjeç, e shikoi nënën e tij dhe pa lot që rridhnin në faqet e saj. Nën, mos qaj, i tha ai duke e përqafuar. Babai do të kthehet shpejt, e premtoi. Fata e puthi në kokë dhe u përpoq të buzëqeshte. Po birim, do të kthehet. Por thellë në zemër kishte një ndjenjë të pazakonshme, një shqetësim që nuk e lënte të qetë. Ishte sikur diçka po ndryshonte përgjithmonë. Javët e para pa Agimin ishin të vështira, por të durueshme. Ai telefononte rregullisht nga një telefon publik në Itali, duke i treguar Fatës se si po shkonte puna, se si po përshtatej, se si po fitonte para. Zëri i tij tingëllonte i lodhur por lumtur për të ardhmen. Si janë fëmijët? Pyete ai gjithmonë. Mirë janë, të përshëndesin. Besniku po bëhet burr, Drita po ndihmon në shtëpi, të tjerët po rriten shpejt. Të dua, i thoshte Agimi, të gjithve, dhe shpejt do të jemi sërish bashk. Çdo muaj, Agimi dërgonte para. Jo shumë, por sa për të kaluar. Fata i menaxhonte me kujdes çdo monedh, duke bler vetëm të nevojshmen, duke qepur rrobat e vjetra, duke kursyer ku të mundej. Fëmijët nuk ankoheshin, ishin mësuar me jetën e thjeshtë, me mungesën e gjërave materiale. Ajo që u mungonte më shumë ishte babai i tyre. Kur vjen babi? Pyeste vogla Anjeza çdo natë para se të flinte. Shpejt zemra ime, i thoshte Fata duke mbuluar me batanie. Shpejt do të vi. Por muajt kalonin dhe shpejt kthehej në një premtim gjithnjë më të largët. Agimi filloi të telefononte më rrallë, një herë në javë, pastaj çdo 10 ditë, pastaj çdo dijavë. Paratë vinin ende, por me vonesë. Fata filloi të shqetësohej, por kur pyeste, Agimi kishte gjithmonë një shpjegim. Puna ka qenë shumë e vështirë, thoshte ai. Punova orë shtesë dhe nuk pata kohë të telefonoj.
ose telefoni ishte prishur afër punës, duhet të shkoja larg për të telefonuar. Fata i besonte. Pse nuk do t'i besonte? Ai ishte burri i saj, babai i fëmijëve të saj. Ai po punonte për ta, po sakrifikonte për ta. Kishte qenë gjithmonë një burr i ndershëm. Por një ditë, gjërat filluan të ndryshonin. Ishte një mbrëmje dimri kur Fata ishte unur pranë sobës me fëmijët, duke u treguar për ralla për t'i mbajtur të ngrohtë. Telefoni në shtëpinë e fqinjit, sepse ata nuk kishin telefon të tyrin, ra dhe fqinja erdhi duke vrapuar. Fata, Fata, telefon nga Italia. Fata u ngrit shpejt dhe vrapoi drejt shtëpisë së fqinjit, me zemrën që i rrahte fort. Ndoshta ishin lajme të mira, ndoshta Agimi po vinte në shtëpi. Por zëri që dëgjoi në telefon nuk ishte i Agimit. Ishte zëri një burri tjetër, një shqiptari që punonte me ta. Jam Luani, tha ai me ton të shqetësuar. Punoj me Agimin, më thatë të telefonoj sepse ai nuk mund të telefonoj për disa kohë. Pse? Çfarë ka ndodhur? Pyeti Fata me alarm. Ka pasur një aksident të vogël në punë, asgjë serioze, por duhet të qëndroj në spital disa ditë. Zemra e Fatës u ngrohtë. Spital? Sa keq është? Thash, asgjë serioze, përsëriti Luani, por toni i tij nuk ishte bindës. Do të jetë mirë, vetëm mos u shqetëso shumë. Do të telefonoj vetë kur të dalë. Fata mbeti e shtangur, deshi të pyeste më shumë, por Luani tashmë kishte mbyllur. Ajo qëndroi me telefonin në dorë, duke ndjerë një frikë të ftohtë që i përhapi në gjithë trupin. Atë natë nuk foli. Kur fëmijët pyetën për babain, ajo thjesht tha se ai ishte mirë dhe do të telefononte së shpejti. Por në vetmi, pas e fëmijët fjetën, Fata qau. Qau nga shqetësimi, nga padituria, nga ndjenja e pafuqisë që e mbërthente. Ditët kalonin dhe nuk vinte as një telefonat, as nga Agimi, as nga Luani. Fata filloi të çmendej nga shqetësimi. Ai ishte gjendja më e keqe se që kishin thënë. Ai ishte në gjendje të vdiste diku larg, i vetëm, pa familjen e tij pranë. Pas 2 javësh, erdhi një zarf me para nga Italia, por brenda nuk ishte as një letër, as një shënim, vetëm para. Fata e mbajti zarfin në dorë dhe ndiu se diçka nuk shkonte. Agimi gjithmonë shkruante të paktën disa fjalë, edhe kur ishte në nxitim, por tani asgjë. Ajo shkoi te burrat e fshatit që kishin punuar në Itali më parë, duke kërkuar këshill. Njëri prej tyre, Hasan Xha, e dëgjoi me vëmendje dhe pastaj e pyeti: "A e di ku qëndron saktësisht? Në cilin qytet? Në cilin adres?" Fata tundi kokën. "E di qytetin, por jo adresën sakt. Ai më tha që ndryshon vende pune shpesh, prandaj nuk më dha adresë të përhershme." Hasani e shikoi me dëmshuri. "Fata, të them të vërtetën, shumë burra që shkojnë atje e harrojnë se ku i kanë rrënjët. Ndryshojnë, disa marrin gra të tjera, ndërtojnë familje të tjera." "Jo," tha Fata me forcë. "Agimi nuk është kështu. Ai është një burr i ndershëm." Hasani ngriti supet. "Shpresoj të kesh të drejtë, por bëj kujdes vajzë. Bota atje është ndryshe. Njerëzit ndryshojnë." Fata u kthye në shtëpi me zemër të rënduar. A ishte e mundur? A mund ta kishte tradhtuar Agimi? Jo, nuk mund të ishte e vërtet. Ai e donte familjen e tij, do të kthehej. Por javët kalonin dhe Agimi nuk telefononte. Parat vinin ende, por gjithmonë pa asnjë fjalë. Dhe çdo herë që Fata nxirrte parat nga zarfi, ndjente një dhimbje të re në zemër. Ishin këto para një lloj fajësie, një mënyrë për ta mbyllur gojën. Kaloi një vit i tërë, një vit pa parë Agimin, pa dëgjuar zërin e tij në telefon, pa ditur nëse ishte mirë apo keq. Fëmijët po rriteshin dhe çdo ditë pyesnin për babain. Fata nuk kishte më përgjigje. Çfarë mund të thoshte? Se babai i tyre kishte zhdukur? Se ajo vetë nuk dinte çfarë po ndodhte? Besniki, djali më i madh, kishte filluar të kuptonte se diçka nuk shkonte. Ai e shikonte nënën e tij si përpiqej të mbante familjen bashk, si punonte ditë e natë për t'i ushqyer dhe veshur, si mezi arrinte të paguante faturat me parat që vinin nga Italia. "Nën," i tha ai një ditë derisa po ndihmonin njëri tjetrin të lajonin perime në ogor. "Babai nuk do të kthehet, apo jo?" Fata ngriti kokën me shpejtësi, duke e shikuar birin e saj me sy të habitur. "Pse thua kështu?" "Sepse ka një vit që se kemi parë," tha besniki me zë të qetë por të vendosur. "Nuk ka telefonuar, nuk ka ardhur, nuk na ka shkruar. Nëse do të kthehej, do të kishte ardhur tashma." Fata ndjeu lot që i mbushnin syt.
Ndoshta puna e mban atje, ndoshta nuk mund të lirohet ende. Ose ndoshta na ka harruar, tha besniki me një hidhërim që ishte shumë i madh për një djalë të ri. Fata e përqafoi fort, duke qarë në heshtje. Nuk kishte fjalë për ta ngushëlluar, nuk kishte shpjegime që të kishin kuptim. E vetmja gjë që kishte ishte dashuria e saj dhe shpresa që një ditë e vërteta do të dilte në shesh. Dhe e vërteta erdhi, por në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Ishte një mbrëmje pranvere, kur një burr i huaj erdhi në fshat duke pyetur për Fatën. Fqinjet e udhëzuan drejt shtëpisë së saj, dhe kur Fata e pa, zemra i filloi të rrah fort. Burri ishte i veshur mirë, me pamje të huaj, dhe fliste shqip me theks italian. Jam Petrit, u prezantua ai. Punoj në Itali dhe njoh agimin. Fata e ftoi brenda me duar që i dridheshin. Petrit u ul në karrigen e vjetër të dhomës së ndenjës dhe filloi të fliste, por çdo fjalë që dilte nga goja e tij ishte si një thik në zemrën e Fatës. E di që kjo do të jetë e vështirë për ty, filloi Petriti me zë të ulët, por mendova se ke të drejtë ta dish të vërtetën. Agimi, ai nuk është vetëm atje në Itali. Ai ka një jetë tjetër. Fata ndjeu dhomën duke u rrotulluar rreth saj. Çfarë do të thuash? Ka një grua tjetër, tha Petriti duke e shikuar drejt në sy. Një italiane, janë martuar sipas ligjit italian dhe kanë 3 fëmijë bashk. Këto fjalë bien si bubullima në dhomën e vogël. Fata nuk mund të merrte frym, nuk mund të mendonte. Bota përreth saj po shembej cop për cop. Jo, murmuriti ajo. Nuk mund të jetë e vërtet. Ai është burri im, ka 6 fëmijë këtu. Si mund të... E di, tha Petriti me dëmshuri, por kjo është e vërteta. E pash me sytë e mi, e takova gruan e tij, fëmijët e tij. Ata jetojnë në një shtëpi të bukur në qytet. Ka një jetë normale, dhe Agimi, ai sillet sikur kjo familje këtu nuk ekziston. Fata filloi të qante me të madhe, me një dhimbje kaq të thellë sa që trupi i saj tëri dridhshej. Petriti prehu disa minuta, duke i lënë asaj kohë, pastaj vazhdoi. E vetmi arsye pse erdha këtu është sepse nuk më dukej e drejtë. Kam 3 fëmijë dhe vetëm mendimi se dikush do t'i braktiste ata më bën të ndjej neveri. Agimi po jeton një gënjeshtër dhe ti dhe fëmijët e tu po paguani për të. Por parat që dërgon, tha Fata duke tentuar të gjejë një shenjë shprese. Ato para janë thjesht për të mbyllur gojën, për të mos pasur ndërgjegje të ndytë, por ai nuk do të kthehet këtu. Ka ndërtuar një jetë atje dhe këtë jetë këtu e ka fshirë nga mendja. Fata mbeti ulur, e mpirur, me lotë që rridhnin pa pushim. Si ishte e mundur? Si mund kishte bërë këtë burr që premtonte ta donte për gjithmonë? Burri me të cilin kishte ndarë 6 fëmijë, burri për të cilin ajo kishte jetuar në pritje të përvuajtur për një vit të tërë. Çfarë duhet të bëj? Pyeti ajo me zë të thyer. Ajo varet nga ti, por nëse më pyet mua, duhet ta konfrontosh. Duhet i thuash që e di të vërtetën, dhe duhet të mendosh për veten dhe fëmijët e tu, jo për atë tradhtar. Atje gjithë natën, duke qarë, duke u lutur, duke tentuar të kuptonte se si jeta e saj kishte arritur në këtë pikë. Në Agim, kur dielli filloi të ngrihej, Faka mori një vendim. Nuk do të rinte më në errësirë, do të shkonte në Itali, do ta gjente Agimin, do ta detyronte ta shikonte në sy ndërsa do t'i thoshte të vërtetën. Por udhëtimi në Itali nuk ishte i thjeshtë. Fata nuk kishte pasaport, nuk kishte para të mjaftueshme, nuk kishte asgjë përveç një adrese që Petriti ja kishte dhënë me ngurim. Dhe çështja më e madhe, nuk mund t'i linte fëmijët vetëm. Ditën e ardhshme, Fata shkoi te prindërit e Agimit dhe u tregoi gjithçka. E ëma Agimit, një grua e vjetër me flokë të thinjura, filloi të qaj. E dija që diçka nuk shkonte, tha ajo me zë të thyer, por nuk doja ta besoja. Djali im, si mundi të bëj diçka të tillë? Duhet shkoj atje, i tha Fata me vendosmëri. Duhet ta ballafaqoj, por kam nevojë për ndihmën tuaj. A mund të qëndroni me fëmijët për disa ditë? Vjerra e saj era dakord pa hezitim. Pavarësisht dhimbjes dhe turpi që ndjente për veprimet e birit të saj, ajo e donte Fatën si bien e vet dhe do të bënte gjithçka për të ndihmuar. Brenda një jave, Fata kishte organizuar gjithçka. Fqinjet kontribuan me para të vogla për biletën e autobusit dhe ndonjë shpenzim tjetër. Nuk ishte shumë, por mjaftonte. Një ditë e hershme para se të niste dielli, ajo u mbajt përdore me 6 fëmijët e saj në obor.
Nëna duhet të shkoj për disa ditë, u tha ajo duke u përpjekur të mos qante përpara tyre. Për të kthehem shpejt, premtoi. Po ku po shkon? Pyeti Drita, vajza më e madhe që kishte filluar të dyshonte edhe ajo. Duhet të marr vesh disa gjëra të rëndësishme, tha Fata duke shmangur detajet. Por ju do të jeni mirë këtu me gjyshen dhe gjyshin. Dëgjoni fjalën, ndihmoni njëri tjetrin. Besniki, djali që po bëhej burr para kohe, e puthi nënën në ballin. Shko të gjesh babain, i tha me një pjekuri që e çuditi Fatën. Dhe kur ta gjesh, thuaj që ne të gjithë e presim. Fata nuk pati forcë t'i përgjigjej, vetëm e përqafoi fort dhe u ngjit në autobusin që do e çonte larg, drejt një të vërtete që e tremte, por që duhet të dinte. Udhëtimi zgjati 2 ditë të plota. Autobus pas autobusi, kufi, kontrole, njerëz të huaj, gjuhë që nuk kuptonte. Fata nuk ishte dal kur nga fshati i saj më parë, dhe tani ishte duke udhëtuar në një vend tërësisht të huaj, e vetme, e friksuar, por e vendosur. Kur arriti në qytetin ku jetonte Agini, ishte pas dite e vonë. Rrugët ishin të mbushura me makina, njerëz që ecnin me nxitim, ndërtesa të larta që dukeshin si male betoni. Fata ndjeu veten e humbur në këtë botë të re, të madhe, të ftohtë. Por kishte adresën e letër që e mbante fort në dorë. Pyeti disa njerëz në shqip, por askush nuk e kuptoi. Së fundmi gjeti një shqiptar që po punonte në një kantier ndërtimi afër. Ai e lexoi adresën dhe i shpjegoi si të shkonte. Është rreth gjysmore këmbë nga këtu, tha ai, por ai je i sigurt që dëshiron të shkosh? Duket sikur ke udhëtuar shumë. Jam e sigurt, tha Fata me zë që nuk lejonte diskutime. Dhe filloi të eci. Gjysmore kthyer në një orë të tërë përse humbi rrugën 2 herë. Por kur përfundimisht arrite përpara një ndërtese të mirë, me fasadë të pastër dhe lule në balkone, zemra i filloi të rrah aq fort sa mendoi se do të plas. Ishte kjo? Ishte këtu ku Agimi kishte ndërtuar jetën e re? Këtu ku ai kthehej çdo mbrëmje ndërsa ajo dhe fëmijët e tyre pristin në një shtëpi të vogël malore? Fata ngriti zilen e apartamentit që Petritja kishte treguar. Pas disa sekondash që ju dukën si orë, një zë gruaje u dëgjua nga interfoni. Ki e? Kus është? Fata nuk dinte italisht. Unë kam ardhur për Agimin, tha në shqip, duke shpresuar që personi nga ana tjetër të kuptonte. Pasoi një heshtje, pastaj zëri përsëri. Aspetta, prit. Pas disa minutash që u dukën si orë, dera e ndërtesës u hap, dhe atje, duke e shikuar Fatën me sy të zgjeruar nga çudia dhe frika, qëndroi Agimi. Për një moment asnjë nuk foli, vetëm qëndruan duke u shikuar njëri tjetrin. Fata e pa që burri i saj kishte ndryshuar. Ishte veshur më mirë, më modern, kishte marrë peshë pak, duke i më i lumtur. Dhe kjo e dhembi më shumë se çdo gjë. Fata, murmurit jo i, dhe në atë emër ishte frikë, befasi dhe ndoshta edhe pak turpi. Po Agim, jam unë, tha Fata me zë që dremte por mbante forcën. Çfarë po bën këtu? Pyeti Agimi, duke hedhur një vështrim shqetësues pas krahëve, sikur po priste që dikush të dilte nga hyrja. Po erdha të shoh ku jeton burri im, tha Fata me një kalm që as vet nuk e kishte pritur. Të shoh jetën e re që ke ndërtuar, ndërsa 6 fëmijët tanë të presin në shtëpi. Fytyra e Agimit u bë e bardhë. Kush të tha? A ka rëndësi? Përgjigje Fata me zë më të fortë. A ka rëndësi the si e mësova? Çështja është që tani e di gjithçka Agim. Gruan, fëmijët e tu këtu, jetën që po jeton sikur familja jon të mos ekzistojë. Agimi i kaloi dorën në përfytyr duke u përpjekur të gjej fjalë. Fata, të lutem, mos bëj sken këtu. E ja, të flasim diku. Jo, tha Fata me vendosmëri. Nuk do të eci askund derisa të më shpjegosh. Shpjego si e le një grua me 6 fëmijë që mezi i ushqen, që punon ditë e natë, që pret si budallaqe që ti të kthehesh. Ul zërin, të lutem, tha Agimi duke shikuar përreth me panik. Fqinjët do të dëgjojnë, dhe çfarë nëse dëgjojnë? Thiri Fata, duke ndjerë gjithë zemërimin që kishte grumbulluar për muaj të tërë duke shpërthyer. A nuk duan të dinë se burri që njihnin ka një familje tjetër në vendin e tij? A nuk e meritojnë të dinë se cili je në të vërtetë? Në atë moment, dera u hap përsëri dhe një grua doli jashtë. Ishte e re, e bukur, me flokë të shkurtër dhe të mbledhur, veshur me rroba të thjeshta por elegante, dhe në krahët e saj mbante një foshnjë. Gruaja shikoi nga Fatat e Agimi, duke tentuar të kuptonte çfarë po ndodhte. Agim, kush është kjo grua? Pyeti ajo në italisht. Fata e kuptoi nga toni se po pyeste për të, dhe pa pritur që Agimi të përgjigjej, ju drejtua asaj në shqip, duke ditur që Agimi do t'ishte i detyruar të përkthente. Unë jam gruaja e tij e vërtet, nëna e 6 fëmijëve të tij që i la në Shqipëri.
Gruaja italiane ju kthye Agimit me sy plot tmerr. "Çfarë? Je i martuar? Ke 6 fëmijë?" Agimi filloi të flasë shpejt në italisht, duke u përpjekur të shpjegonte, por gruaja filloi të bërtas duke e përplasur në krah me dorën e lirë. Foshnja filloi të qajë nga zhurma dhe skena u bë kaotike. Fata qëndroi atje, duke e parë gjithë këtë me një dhimbje kaq të thellë saqë nuk kishte më lot për të qarë. Kjo ishte realiteti. Kjo ishte jeta e re e Agimit. Një grua tjetër që po vuante për shkak të tij, ashtu si po vuante edhe ajo. Gruaja italiane hyri brenda duke mbajtur foshnjën, duke qarë dhe duke bërtitur. Agimi mbeti jashtë me fatën, fytyra e tij tani e përulur, pa guxim ta shikonte në sy. "Sa kohë?" pyeti Fata me zë të qetë. "Sa kohë ke pasur këtë jetë tjetër?" Agimi nuk përgjigjej. "Fol," thiri Fata. "Më detyron për shkak të fëmijëve të tu që të vi deri këtu dhe tani nuk ke guxim të më flasësh." 3 vjet, murmuriti Agimi më në fund. 3 vjet. Fjalët bien sigur në stomakun e Fatës. 3 vjet duke jetuar një gënjeshtër, 3 vjet duke e tradhtuar çdo ditë, 3 vjet duke ndërtuar një familje tjetër, ndërsa familja e tij e parë mbete në harres. "Pse?" pyeti Fata dhe tani zëri i saj po thyej. "Pse na bëre këtë? Çfarë kemi bërë për të merituar këtë? Fëmijët pyesin çdo ditë, ku është babi? Kur vjen babi? Dhe unë çfarë t'u them? Që babi i tyre ka vendosur që ne nuk jemi më të mirë për të?" "Nuk është kështu," tha Agimi, por edhe vetë dinte sa boshe tingëllonin fjalët e tij. "Atëherë si është?" këmbguli Fata. Shpjego si e le një grua me 6 fëmijë që mezi ushqen, që punon ditë e natë, që pret si budallaqe që ti të kthehesh." Agimi mbeti në heshtje, duke shikuar tokën. Nuk kishte shpjegime, nuk kishte justifikime që të kishin kuptim. Kishte tradhtuar, kishte gënyer dhe tani po paguan çmimin e turpit. "Parat që dërgoje," vazhdoi Fata me një ton hidhrimi, "ato ishin për të shlyer ndërgjegjen tënde apo ja, për të menduar se po bën diçka të mirë, ndërkohë që në vërtet po na lë të vdesim dal nga dal." Unë kisha ndërmend t'ju ndihmoj," tentoi Agimi. "Gjithmonë dërgoja para." "Para," thiri Fata. "Para pa baba, para pa dashuri, para pa familje. Çfarë janë parat kur fëmijët flen duke qarë për ty? Kur pyesin pse nuk erdhe për ditëlindjen e tyre? Kur shikojnë familjet e tjera me prindër dhe pyesin pse ata janë ndryshe?" Agimi ngriti përfundimisht kokën dhe e shikoi Fatën me sy plot dhimbje. "Më fal," tha me zë të thyer. "E di që nuk mjafton, por më fal." Fata e shikoi burrin që dikur e kishte dashur, burrin që i kishte dhënë 6 fëmijë, burrin që tani ishte bërë një i huaj, dhe në atë moment kuptoi se kurrë nuk do të mund ta falte, sepse disa tradhti janë shumë të thella për t'u falur. "Nuk kam ardhur këtu për falje," tha ajo me një forcë të re që po linte brenda saj. "Kam ardhur për t'u siguruar që ti ta dish se çfarë ke bërë, që ta dish se 6 fëmijë po rriten pa ty, që ta dish se kam vendosur të vazhdoj pa ty. Nuk kam më nevojë për paratë e tua, për premtimet e tua, për gënjeshtra të tjera. Do t'i rris vetë, do t'u jap gjithçka që kam, edhe nëse nuk është shumë, por do ta bëj me dinjitet, pa ty." "Fata, mos më thirr më me atë emër," e ndërpreu ajo. "Nuk ke më të drejtë. Kur zgjodhe këtë jetë, na zgjodhe të humbasim ne. Tani jeto me zgjedhjen tënde." Dhe me ato fjalë, Fata u kthye dhe filloi të largohej. Agimi qëndroi atje, i palëvizur, duke e parë gruan e tij të parë, të vërtet, duke ecur tutje, duke mbajtur kokën lart pavarësisht lodhëve që rridhnin në faqet e saj. Udhtimi i kthimit ishte edhe më i vështirë se ai i ardhjes, jo sepse rruga ishte më e gjatë, por sepse Fata tani mbante në zemër një peshë edhe më të rëndë. Konfirmimi i tradhtisë, pamja e jetës së re të Agimit, foshja në krahët e gruas tjetër, të gjitha këto imazhe i ndiqnin si hije të errta. Por ka diçka që ndodh kur një njeri arrin në fundin e dhimbjes. Ka një pikë ku nuk mund të shkosh më poshtë, dhe e vetmja mënyrë është të fillosh të ngjitesh përsëri. Fata kishte arritur atë pikë, dhe tani duke ulur në autobusin që e çonte ka shtëpia, filloi të mendonte jo për atë që kishte humbur, por për atë që ende kishte. Kishte 6 fëmijë që e duan, 6 arsye për të jetuar, për të luftuar, për të qëndruar në këmbë. Kishte duar që mund të punonin, një zemër që ende rrihte dhe një shpirt që refuzonte të thyej. Agimi mund ta kishte tradhtuar, mund ta kishte braktisur, por nuk mund ta merrte dinjitetin, nuk mund ta bënte të ndihej e pafuqishme. Ajo ishte nën dhe asgjë nuk është më e fortë se dashuria e një nëne. Kur arriti në fshat, ishte mbrëmje e vonë. Fëmijët ishin zgjuar ende, të
të gjithë të mbledhur në dhomën e ndenjes të shtëpia e gjyshërve tja. Sa po pa nënën e tyre në derë, vrapuan drejt saj. Nën, erdhe, thirrja njeza, e vogla, duke e përqafuar këmbët e fatës. Erdha zemra ime, tha duke u përkullur dhe duke i mbledhur të gjithë në një përqafim të madh. Erdha dhe nuk do të largohem kurrë më. Besniku e shikoi me kujdes, duke lexuar diçka në sytë e saj që të tjerët nuk e pan. "Çfarë ndodhi?" pyeti me zë të ulët. "Më voni", tha. "Tani dua vetëm të jem me ju." Atë natë, pasi fëmijët u florën, Fata ul me vjerën dhe vjerin e saj dhe u tregoi gjithçka. Të dy qanë me turp dhe dhimbje për atë që biri i tyre kishte bërë. Vjera e përqafoi Fatën fort. "Ti je dhe do të mbetesh nusja ime", i tha me lotë në sy. "Pavarësisht se çfarë ka bërë biri im, ti je pjesë e kësaj familje dhe ne do të ndihmojmë sa të mundemi." Ditët që erdhën pas ishin të vështira. Lajmi për tradhtinë e Agimit përhapur shpejt në fshat. Disa njerëz folën me keqardhje, disa me përçmim dhe disa me atë lloj kënaqësie të hidhur që njerëzit shpesh ndjejnë kur dëgjojnë fatkeqësinë e të tjerëve. Por Fata ecte me kokën lart, nuk kishte bërë asgjë për t'u shëruar. Ishte viktim, jo fajtore, dhe vendosi të mos rrinte më si viktim. Filloi të punonte më shumë se kurrë. Pranoi çdo punë që gjeti, lante rroha për familjet e pasura, pastronte shtëpitë, ndihmonte në fushat, qepte rroha, gatuante për dasma dhe ngjarje. Çdo mënyrë të ndershme për të fituar para, ajo e bëri. Duart e saj, që tashmë ishin të ashpra nga puna, u bën edhe më të forta, por zemra e saj që ishte thyer, filloi të shërohej ngadalë. Fëmijët ishin të habitur nga energjia e re e nënës së tyre. Ishin mësuar ta shihnin të lodhur, të shqetësuar, duke pritur. Por tani ajo ishte ndryshe, kishte një vendosmëri të re, një forcë që ata nuk e kishin parë më parë. "Nëna po punon shumë", i tha Drita Besnikut, një ditë ndërsa ndihmonin në shtëpi. "E di", tha Besniku, "por shiko sa më e lumtur duket. Është sikur ka gjetur diçka që kishte humbur." Dhe kishte gjetur veten. Kishte qenë kaq e zënë duke u shqetësuar për Agimin, duke pritur për të, duke jetuar në shpresën që ai do të kthehej, sa kishte harruar se ajo vetë ishte një person i plot. Tani, pa atë peshë, ndihej më e lehtë, më e fortë. Por jeta nuk u bë e lehtë thjesht sepse Fata kishte vendosur të ishte e fortë. Realiteti i rritjes së 6 fëmijëve pa mbështetjen e një bashkëshorti ishte mizor. Çdo ditë solli sfida të reja. Besniti, djali më i madh, kishte filluar të ndihej përgjegjës për familjen. Në një moshë kur duhej të luante me shokët, ai po punonte në fusha për të ndihmuar nënën. Fata e pa këtë dhe zemra ju coptua. "Besnik, ti duhet të shkosh në shkollë", i tha një ditë kur e gjeti duke punuar në kopshtin e një fqinji. "Shkolla mund të pres", tha Besniki, duke vazhduar të punon. "Ti ke nevojë për ndihmë tani." "Jo", tha Fata me forcë, duke e marrë për dorë dhe duke e detyruar ta shikonte. "Nëse ti le shkollën, atëherë gjithçka që kam punuar është e kotë. Babai yt na la, por nuk do të lejoj që kjo të shkatrojë të ardhmen tënde. Ti do të shkosh në shkollë, do të mësosh, do të bëhesh dikush. Kjo është e vetmja mënyrë që ne fitojmë." Besniki kishte lot në sy. "Por si do t'ja dalësh vetëm?" "Nuk jam vetëm", tha Fata duke e përqafuar. "Të kam ty, Dritën, Arbenin, Linditën, Bujarin dhe Anjezën. Jeni arsyeja pse zgjohem çdo mëngjes dhe premtoj që do t'u jap gjithçka, edhe nëse duhet të punoj ditë e natë, por ju duhet më premtoni diçka, që do të studioni, që do të bëheni njerëz të mirë, që do të jetoni jetën që meritoni." Ajo natë, Besniki ra dakord të kthehej në shkollë, por vendosi gjithashtu që do të punonte pas shkolle për të ndihmuar sa të mundej. Ishte një kompromis që Fata pranoi me rëndësi në zemër. Ditët kalonin në një rutinë të lodhshme. Fata zgjohej para Agimit, përgatiste mëngjesin për fëmijët, i dërgonte në shkollë, pastaj shkonte të punonte çfarëdo pune kishte gjetur për atë ditë. Kthehej në mëngjes të vonë, gatuan, lante, pastronte, qepte dhe pastaj përgatiste darkën. Pas darke, i ndihmonte fëmijët me detyrat, u tregonte për ralla, i vendoste në shtrat dhe vetëm atëherë, kur të gjithë ishin fjetur, ajo lejonte veten të qante pak, të lironte peshën e ditës. Por edhe në ato momente të vetmis, Fata gjeti forcë. Filloi të shkruante letrat që nuk u dërgoi kurrë, letra drejtuar Agimit ku shprehte gjithçka që ndjente. Nuk i dërgoi sepse nuk donte përgjigje prej tij. Thjesht donte të nxirrte dhimbjen jashtë, të mos e mbante brenda ku mund ta helmonte.
Një ditë, ndërsa po lante rroba në lum bashkë me disa gra të tjera nga fshati, një nga to, një grua e vjetër, që e njihnin si nën Hatixhe, ju afrua Fatës. "Fata, vajza ime", tha ajo me zë të butë. "Kam parë se sa po punon, kam parë se sa je përpjekur, dhe dua të them diçka që ndoshta do të ndihmoj." Fata e shikoi me kuleshti. "Kam jetuar 90 vjet në këtë tokë", vazhdoi nën Hatixhe. "Kam parë luftra, uri, vdekje dhe tradhti. Kam parë gra që janë rrëzuar dhe nuk janë ngritur kurrë, por kam parë edhe gra si ti që janë rrëzuar por janë ngritur më të forta. E di çfarë i bën ndryshe këto gra?" Fata tundi kokën. "Ato nuk e lejojnë dhimbjen të shndrojnë në viktima, e përdorin dhimbjen si lëndjekse për të ndjezur një zjarr të ri brenda tyre, zjarri i zemërimit, i vendosmërisë, i dashurisë për ata që mbeten. Ti ke atë zjarr, Fata, e shoh në sytë e tu, mos e lër të shuhet kurrë." Këto fjalë i qëndruan Fatës në mendje për ditë të tëra, dhe çdo herë që ndjente se po do të psohej, çdo herë që po mendonte të dorëzohej, i kujtonte fjalët e nën Hatixhes dhe gjente forcën të vazhdonte. Me kalimin e kohës, fëmijët filluan të rriten, secili me personalitetin e tij, me ëndrat e tij, me betejat e tij. Besniki u bë një djalë i matur, serioz, që mbante barrën e familjes në supet e tij të rinj. Ishte student i shkëlqyer, por Fata e gjente qajën e errësirë duke mbajtur një fotografi të vjetër të babait të tij. "Më mungon", i thaj një herë nënës së tij. "E di që na tradhtoi, e di që nuk duhet ta dua më, por më mungon." Fata e përqafoi hort. Dashuria për një prind nuk shuhet kaq lehtë dhe nuk ka gjë të keqe në këtë, por mos e lejo që kjo të shkatërrojë të ardhmen tënde. Ti do të shkosh në shkollë, do të mësosh, do të bëhesh dikush. Kjo është e vetmja mënyrë që ne fitojmë. Drita, vajza më e madhe, u bë mbështetja e kryesore e Fatës në shtëpi. Kujdesej për vëllezërit më të vegjël, gatuan, pastronte, qepte dhe pastaj përgatiste darkën. Pas darke, i ndihmonte fëmijët me detyrat, u tregonte përralla, i vendoste në shtrat dhe vetëm atëherë, kur të gjithë ishin fjetur, ajo lejonte veten të qante pak, të lironte peshën e ditës. Drita, vajza më e madhe, u bë mbështetja kryesore e Fatës në shtëpi. Kujdesej për vëllezërit më të vegjël, gatuan, pastronte, qepte dhe kurrë nuk u ankohej. Por Fata shikoi se si Drita në sytë e saj po zbehte ngadalë, se si po bëhej një grua para kohe. "Drita, çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh?" e pyeti Fata një ditë. Vajza e saj ngriti supet. "Nuk e di, ndihmoj ty, kujdesem për familjen?" "Jo", e ndërpreu Fata. "Çfarë dëshiron ti? Vetëm për vete?" Drita mendoi për një moment. "Dua të bëhem mësuese", tha në fund. "Dua të mësoj fëmijëve gjëra që unë kurrë nuk pata shans t'i mësoj." Fata e puthi në kokë. "Atëherë do të bëhesh mësuese, premtoj." Arbeni ishte rebeli i familjes. I hidhëruar nga braktisja e babait, ai filloi të shkonte me shok të këqinj, të shmangej nga shkolla, të qëndronte jashtë deri vonë. Fata u përpoq të fliste me të, por çdo bisedë kthehej në grind. "Pse duhet të dëgjoj?" thirrja ai një ditë. "Babai nuk na dëgjoi ne. Pse duhet të jemi mirë kur bota është e keqe?" "Sepse nuk je babai yt", i tha Fata me forcë. "Veprimet e tij janë të tijat, jo të tuat. Ti mund të zgjedhësh të jesh ndryshe, të jesh më mirë." Arbeni qau atë natë për herë të parë që kur kishte mësuar për tradhtin. Dhe edhe pse rruga e tij ishte ende e vështirë, filloi ngadalë të kthehej. Lindita ishte e heshtura. Nuk fliste shumë për ndjenjat e saj, por Fata e dinte që brenda saj kishte një dhimbje të thellë. Një ditë, Fata e gjeti duke shkruar në një fletore të vjetër. "Çfarë shkruan?" pyeti Fata. "Poezi", tha Lindita me zë të ulët. "Për gjërat që ndjej por nuk mund t'i them." Fata lexoi disa vargje dhe zemra ju coptua. Ishin poezi plot dhimbje, pyetje pa përgjigje, dëshirë për një baba që kurrë nuk do të kthehej. "Janë të bukura", i tha Fata me lot në sy. "Vazhdo të shkruash. Shpesh fjalët janë mënyra e vetme për të mbijetuar dhimbjen." Bujari, djali vogël ende, ishte më i rrezikuari. Kishte vetëm 4 vjet kur Agimi u largua, dhe tani mezi e kujtonte fytyrën e tij. Për të, mungesa e babait nuk ishte një tragjedi e mprehtë, por një boshllëk i vazhdueshëm. "Nën, pse unë nuk kam baba si fëmijët e tjerë?" pyeti ai një ditë. Fata nuk dinte si t'i përgjigjej. Si mund t'i shpjegosh një fëmijë të vogël tradhtin, braktisjen,
kompleksitetin e dhimbjes së të rriturve. Ti ke një baba, i tha përfundimisht, por ai është larg dhe nuk mund të vi. Por ke mua, ke vëllezërit dhe motrat e tua dhe kemi njëri tjetrin, dhe kjo është e mjaftueshme. Bujari e pranoi këtë, siç pranojnë fëmijët gjërat që nuk i kuptojnë plotësisht, por Fata e dinte që një ditë do të kërkonte përgjigje më të thella. Dhe pastaj ishte Anjeza, e vogla, që kishte vetëm 2 vjeç kur Agimi u largua. Për të, Agimi ishte thjesht një figurë në fotografi, një emër që dëgjonte por nuk kishte kuptim real. Fata shikonte vajzën e saj më të vogël dhe ndjente njëkohësisht lehtësim dhe trishtim. Lehtësim që ajo nuk do të mbahet mend dhimbjen e tradhtisë dhe trishtim që asnjëherë nuk do ta njohë babain e saj. Pavarësisht punës së palodhur të Fatës, parat ishin gjithmonë një problem. Çdo muaj ishte një betejë për të paguar faturat, për të blerë ushqim, për të blerë rroba dhe libra për shkollë. Fata shiste gjithçka që kishte vlerë, stoli të vjetra, peshqir të qëndisur me dorë nga nëna e saj, edhe mobiliur që nuk ishin absolutisht e nevojshme. Një ditë erdhi një letër nga Italia. Në të Agimi kishte shkruar se do të dërgonte një shumë të madhe parash për fëmijët. Fata e lexoi letrën me zemërim. Si guxonte ai të mendonte se parat mund të zëvendësonin praninë e tij, se mund të blinte rrugën e tij përsëri në jetën e tyre. Thirri fëmijët dhe u lexoi letrën me zë të lartë. Babai juaj mendon se parat janë përgjigja, por unë dua të dini diçka. Ne nuk kemi nevojë për paratë e tij, kemi nevojë për dinjitetin ton. Nëse pranojmë paratë e tij tani, po i themi se ajo që bëri ishte në rregull, që mund të na braktisë dhe pastaj të na blejë me para. Por parat do të na ndihmonin shumë. Mund të pagojmë borxhet, mund të blejmë ushqim më të mirë, rroba të reja për vëllezërit dhe motrat. E di, por ka gjëra më të rëndësishme se parat, si respekti për veten, si mësimi që dëshiroj t'ju jap, që kurrë në mos të pranosh ndihmën e dikujt që të ka bërë keq, thjesht sepse është e lehtë. Ndonjëherë rruga më e vështirë është më e ndershme. Fëmijët e kuptuan, dhe atë ditë Fata shkroi një letër të shkurtër për Agimin. Mbaj parat për familjen tënde të re. Ne do të gjejmë mënyrën tonë. Kjo vendim e bëri jetën edhe më të vështirë, por Fata nuk u pendua kurrë. Gjeti punë të reja, punoi edhe më shumë orë dhe ngadalë, shumë ngadalë, filluan të dalin nga borxhet. Një ditë, një grua e pasur nga fshati fqin erdhi dhe i ofroi Fatës një punë si ekonome në shtëpinë e saj të madhe. Kam dëgjuar për ty, i tha gruaja, për punën tënde, për mënyrën se si po rrit fëmijët e tu. Më duhet dikush që mund të besoj, dikush me karakter. Paga është e mirë dhe mund të sjellësh edhe fëmijët më të vegjël me vete kur të punosh. Fata e shikoi me sy plot shpresë. Vërtet, do të më pranonit edhe me fëmijë? Fëmijët që po rriten me nën si ti do të jenë njerëz të mirë, tha gruaja me buzëqeshje, dhe shtëpia ime është e madhe, ka vend për të gjithë. Ajo punë ndryshoi gjithçka. Me një të ardhur të rregullt dhe më të lartë, Fata përfundimisht arriti të merrte frymë. Për herë të parë që kur Agimi ishte larguar, ajo nuk ishte e shqetësuar se si do të ushqente fëmijët nesër. Filloi të kursente, të planifikonte për të ardhmen, madje edhe të shihte për te mbijetesës së thjeshtë të përditshme. Por suksesi i saj nuk erdhi pa xhelozi. Disa gra në fshat filluan të flisnin keq për të. Thonin se ishte duke u mburrur, se po e harronte vendin e saj, se po u jepte fëmijëve shembuj të gabuar duke punuar jashtë shtëpisë. Një ditë, një grup grash e ndaluan në rrugë. Fata, tha njëra me ton akuzues, a nuk mendon se po e teprove? Burri yt të la, por kjo nuk do të thotë se duhet të sillesh si burr. Ke 6 fëmijë për të rritur, vendi yt është në shtëpi. Fata i shikoi të gjitha me qetësi. Vendi im është kudo ku fëmijët e mi kanë nevojë për mua. Nëse kjo do të thotë të punoj jashtë shtëpisë për t'i ushqyer, atëherë do ta bëj. Nëse do të thotë të punoj ditë e natë, do ta bëj, sepse nuk kam luksin të qëndroj në shtëpi duke pritur që dikush tjetër të kujdeset për ta. Por çfarë do të thonë njerëzit? Vazhdoi gruaja. Njerëzit gjithmonë do të flasin, tha Fata me vendosmëri. Kur isha e martuar, folën. Kur u tradhtova, folën. Kur fillova të punoj, folën. Por fjalët e tyre nuk ushqejnë fëmijët e mi. Puna ime po. Dhe me ato fjalë, ajo vazhdoi të ecë duke lënë gratë të habitura pas. Nga ajo ditë, Fata vendosi të mos i kushtonte vëmendje fjalëve të njerëzve. Kishte një mision më të madh, të rrisë 6 fëmijë që do të ishin krenar për veten dhe për nënën e tyre. Por edhe ndërsa jeta po përmirësohej financialisht, plagët emocionale ishin ende të hapura.
Fëmijët po luftonin, secili në mënyrën e tij me mungesën e babait. Një ditë, besniku erdhi në shtëpi me fytyrë të gërvishtur dhe rroba të grizura. Kishte qenë në sherr. "Çfarë ndodhi?" pyeti Fata me alarm. "Djemt në shkollë po bënin shaka për ty. Thonin se je një grua e braktisur, se babai im na la sepse nuk je e mirë mjaft. Nuk mundeja ti ndëgjoja." Fata e përqafoi fort. "Biri im, e di që është e dhimbshme, por dhuna nuk është përgjigja. Njerëzit që flasin kështu janë të varfër në shpirt, jo në xhep. Duan ta shohin dhimbjen tuaj sepse nuk kanë asgjë tjetër në jetën e tyre." "Por më dhemb nën", qau besniku. "Më dhemb që babai nuk është këtu, më dhemb që na la, më dhemb që fëmijët tjerë kanë familje të plota dhe ne jo." "E di zemra ime", tha Fata duke e lëkundur butësisht. "Edhe mua më dhemb, çdo ditë, por dhimbja do të bëhet më e lehtë me kohën, dhe një ditë do të kuptosh se ajo që të bën të fortë nuk është të kesh një baba që është atje fizikisht, por të kesh një nën që nuk dorëzohet kurrë." Ditët e vështira nuk mbaronin. Ishte gjithmonë diçka e re, një fëmijë i sëmur që ishte nevojë për barna që Fata mezi mund ta blinte, rroba që duheshin riparuar për herë të 10 sepse nuk kishte para për të reja, fatura që vinin papritur. Por përmes të gjitha këtyre, Fata mësoi diçka të rëndësishme, që forca nuk vjen nga mungesa e problemeve, por nga aftësia për të përballur me to. Çdo herë që ndiqej një challenge e re, ajo gjente një mënyrë për ta kapërcyer, jo përse ishte e lehtë, por përse nuk kishte zgjedhje tjetër. Një dimër veçanërisht të ashpër solli një tjetër provë. Bora shoh shumë dhe shtëpia e tyre e vjetër filloi të pikonte nga çati. Fëmijët flenin me enë rreth tyre për të kapur ujin që pikonte. Fata tentoi të riparonte çatin vet, por puna ishte shumë e vështirë e rrezikshme. Burrat e fshatit, duke parë situatën e saj, erdhën një ditë pa u thirrur. "Fata", tha Hasan Xha, i njëjti burr që e kishte këshilluar më parë. "Ne jemi këtu për të riparuar çatin tënde." "Por nuk kam para për t'ju paguar", tha Fata me turp. "Kush tha që duam para?", tha ai me buzëqeshje. "Ti je pjesë e këtij fshati, fëmijët e tu janë fëmijët tanë. Kur dikush nga ne bie, ne të tjerët ndihmojmë ta ngrem." Atë ditë, Fata qau, por jo nga dhimbja, nga mirënjohja. Për herë të parë që kur Agimi kishte ikur, ndjeu se nuk ishte vërtet e vetme. Kishte një komunitet që e mbështeste, njerëz që kujdesen. Kur burrat mbaruan punën dhe u larguan, Fata thiri fëmijët rreth vetes. "Dua që të mbani mend këtë ditë", u tha atyre. "Ditën kur njerëzit që nuk na kishin asgjë të detyrueshme erdhën për të na ndihmuar. Kjo është bujaria e vërtet. Kjo është çfarë do të thotë të jesh njeri i mirë. Dhe kur të rriturit, dua që të jeni si këta burra, gjithmonë gati për të ndihmuar, kur duke pritur diçka në këmbim." Një nga gjërat më të dhimbshme për Fatën ishte të shikonte ditëlindjet e fëmijëve duke kaluar pa festime të mëdha. Fëmijët e tjerë në fshat kishin festa me torta, dhurata dhe familje të plota që mblidheshin, por fëmijët e saj kishin vetëm një nën që përpiqej të bënte sa më shumë me sa më pak. Por Fata nuk donte që ata ta mbanin mend fëmirin vetëm si kohë mungesash, prandaj, edhe kur nuk kishte para, gjente mënyra për t'i bërë ditëlindjet speciale. Për ditëlindjen e dritës, Fata qepi një fustan të bukur nga pëlhura e vjetër e dasmës së saj. Ishte thjesht, por i dashur, dhe kur drita e veshi, syt i shkëlqyen. "Është më i bukur i fustan që kam pasur ndonjëherë", tha ajo duke përqafuar nënën. Për ditëlindjen e besnikut, Fata bleu një libër të vjetër nga një shitës ambulant. Ishte një koleksion poezish që besnikut i pëlqeu shumë. Ai e lexoi atë libër aq shumë herë sa fjalët filluan të zbehin. Për Arbenin që donte të luante futboll, Fata kërkoi nëpër të gjithë fshatin derisa gjeti një top të vjetër që dikush po hidhte. E pastroi, e riparoi dhe ja dhuroi. Arbeni e mbajti atë top për vite. Lindita mori një fletore të re për poezitë e saj. Bujari mori një lodër të vogël prej druri që një mjeshtër lokale kishte bërë, dhe Anjeza mori një kukull që Fata e qepi me duart e saj nga copat e rrobave të vjetra. Dhuratat nuk ishin të shtrenjta, por ishin të dhëna me dashuri, dhe fëmijët e kuptonin këtë. Nuk u ankuan kurrë për atë që nuk kishin, përkundrazi, ishin mirënjohës për atë që kishin. Por ka momente që janë veçanërisht të dhimbshme. Kur erdhi festa e vitit të ri, fëmijët e fshatit flisnin për planet, si prindërit e tyre do t'i çonin në qytet për të parë dritat, si do të kishte darkë të madhe, si do të merrnin dhurata. Fëmijët e Fatës u ulën në heshtje, e dinin që nëna e tyre nuk mund të ofronte gjëra të tilla. Por atë mbrëmje, Fata i befasoi. "Vishuni me rrobat më të mira",
u tha atyre, sonte do të festojmë. Fëmijët u veshën dhe u habitën që kur panë se Fata kishte transformuar dhomën e vogël të Ndencit. Kishte përdorur gjithçka që kishte, letra të ngjyrosura, flamur të vogël që kishte bërë, madje edhe disa qirinj që i bënin dhomën të dukej magjike. Kishte përgatitur një darkë me gjithçka që kishte. Nuk ishte shumë, por ishte bërë me kujdes dhe dashuri. Dhe kur u ulën për të ngrënë, Fata u tha: "Ndoshta nuk kemi atë që kanë të tjerët, por kemi diçka më të vlefshme. Kemi njëri tjetrin, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme në botë." Atë natë, për herë të parë pas shumë kohe, fëmijët qeshen me të zë, luajtën lojra, tregojnë përralla, këndojnë këngë. Dhe kur erdhi mesnata, Fata i mblodhi të gjithë dhe u tha: "Premtoni që çfarë do të ndodhë në jetë do të qëndroni të bashkuar, që do të mbështesni njëri tjetrin, sepse kjo familje është forca jonë." Të 6 fëmijët premtuan dhe atë premtim e mbajtën gjatë gjithë jetës së tyre. Ndërsa fëmijët po rriteshin, arsimimi u bë edhe më i rëndësishëm për Fatën. Ajo kishte parë shumë fëmijë në fshat që kishin lënë shkollën për të punuar dhe nuk donte që kjo të ndodhte me fëmijët e saj. Arsimimi është e vetmja mënyrë për të dalë nga ky cikël varfërie. Me arsimim do të përfundoni duke punuar punët më të vështira për pagat më të ulta, por me arsimim bota hapet. Besniku ishte një student i shkëlqyer. Mësuesit e tij e shpesh e lavdëronin duke thënë se kishte potencial. Por sa më shumë avanconte në shkollë, aq më të shtrenjta bëheshin shpenzimet, libra, uniforma, materiale. Një ditë mësuesi i tij erdhi në shtëpi për të folur me Fatën. "Zonja", tha i me respekt, "Besniki është një nga studentët më të mirë që kam pasur ndonjëherë. Ka talent për matematikë dhe shkenca. Mendoj se duhet ta dërgoni në qytet për të vazhduar shkollën e mesme atje, ku ka më shumë mundësi." Zemra e Fatës u ngjesh. Qyteti? Si mund ta dërgonte atje? Nuk kishte para për qira, për transport, për gjithë shpenzimet shtesë. "Nuk e di nëse mund ta bëj", tha ajo me trishtim. "Dua gjithçka më të mirën për të, por financat..." "E kuptoj", tha mësuesi. "Por ka bursa, ka mundësi ndihme, dhe unë jam i gatshëm të ndihmoj me aplikimet. Besniki meriton këtë shans." Atë natë, Fata u ul me besnikun dhe i tregoi gjithçka. "Çfarë dëshiron ti?" e pyeti ajo. Besniki ishte i heshtur për një kohë të gjatë. "Dua të shkoj", tha përfundimisht. "Dua të mësoj, të bëhem diçka, të bëj krenar, por nuk dua të lë vetëm me 5 fëmijët e tjerë." "Nuk do të jem vetëm", i tha Fata duke buzëqeshur në përlot. "Drita po bëhet e madhe, mund të ndihmoj më shumë, dhe ti nuk do të jesh larg për gjithmonë. Do të vish në pushime, gjatë verës, dhe sa herë që të kesh nevojë do të jem këtu." Besniki ra dakord, dhe Fata filloi të punoj edhe më shumë për të kursyer para për shkollën e tij. Mësuesi ndihmoi me aplikimin për bursa, dhe me fat të mirë, besniki fitoi një që mbulonte shumicën e shpenzimeve. Ditën që u largua për qytet, e gjithë familja u mblodh për ta përqell. Fata e mbajti fort, duke u përpjekur të mos qante përpara tij. "Bëhu i fort", i tha. "Mëso aq sa të mundesh, dhe mos harro kurrë nga vjen." "Nuk do të harroj kurrë, nën", premtoi besniki. "Dhe një ditë do të kthehem dhe do të kujdesem për ty, ashtu siç ti i ke kujdesur për ne." Kur autobusi u largua, Fata lejoi përfundimisht lotë të rrjedhin. Nuk ishin lotë trishtimi, por lotë krenarie. Djali i saj po largohej për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, dhe çdo sakrificë që kishte bërë vlente për këtë moment. Vitet kalonin, dhe Fata gati kishte filluar të harronte agimin. Jo se dhimbja kishte zhdukur, por kishte mësuar të jetonte me të ecte përpara pavarësisht peshës që mbante. Por një ditë, erdhi një letër nga Italia që e tronditi përsëri botën e saj. Nuk ishte nga agimi, por nga gruaja italiane, gruaja që ai kishte marrë atje. Letra ishte shkruar në italisht dhe Fata duhej të gjente dikë që ta përkthente. Kur e lexoi, ndjeu një përzierje emocionesh kaq komplekse saqë nuk dinte si të reagonte. Gruaja shkruante që agimi kishte vdekur. Kishte pasur një sulm në zemër në punë dhe kishte vdekur pothuajse me njëherë. Gruaja shkruante që vetëm pas vdekjes kishte zbuluar të gjithë të vërtetën, se agimi kishte qenë i martuar më parë, se kishte 6 fëmijë në Shqipëri, se jetonte një gënjeshtër të dyfisht për vite me radhë. "Më vjen keq për dhimbjen që ju ka shkaktuar, edhe unë kam vuajtur nga gënjeshtrat e tij. Kam 3 fëmijë që tani janë pa babë, por mendova se e meritoni ta dinit.
Fata mbeti ulur duke mbajtur letrën me duar që dridheshin. Agimi ishte vdekur. Burri i saj, babai i fëmijëve të saj, njeriu që dikur e kishte dashur dhe që më vonë e kishte tradhtuar thellësisht, nuk ishte më. Çfarë duhet të ndjente? Trishtim, lehtësim, zemërim? Ajo ndjeu një përzierje të gjithë këtyre. Thirri fëmijët dhe ju tregoi lajmin. Reagimi i tyre ishte i ndryshëm. Drita qau pa folur. Arbeni të nditi murin me grusht dhe u largua. Lindita thjesht ul dhe shikoi në distancë. Bujari dhe Anjeza, që mesi e mbanin mend, duken më shumë të hutuar se sa të mërzitur. A duhet të ndjekim dhimbjen? Pyeti Drita në përlot. Fata e përqafoi. Nuk ka një përgjigje të saktë, zemra ime. Ai ishte babai juaj dhe është normale të ndjeni diçka për humbjen e tij. Por gjithashtu është normale të ndjeni zemërim për atë që bëri. Të dyja mund të jenë të vërteta në njëkohësisht. Atë natë, Fata për herë të parë në vite, nxori fotografinë e vjetër të dasmës së saj. E shikoi burrin e ri në fotografi, duke mbajtur dorën e saj, duke buzëqeshur me lumturi. Ai njeri duke i kaq i ndryshëm nga njeriu që më vonë u bë. A ke qenë ndonjëherë i vërtet? Pyeti fotografinë. A ishin ato ditë të para lumturie, reale, apo i gjithçka ishte gënjeshtër? Nuk kishte përgjigje, dhe ndoshta nuk do të kishte kurrë. Agimi kishte vdekur duke mbajtur sekretet e tij, duke lënë vetëm pyetje dhe dhimbje. Por Fata vendosi diçka atë natë. Vendosi të falë, jo për hir të Agimit, por për hir të saj, sepse mbajtja e urrëties ishte si të pije helm dhe të presësh që tjetri të vdes. Ajo kishte jetuar shumë vite me peshën e tradhtisë. Tani, me vdekjen e Agimit, vendosi ta linte poshtë. Të falë, murmuriti ajo ndaj fotografisë, jo sepse ajo që bëre ishte në rregull, por sepse nuk dua të mbart më këtë dhimbje, dua të jem e lirë. Dhe me ato fjalë, Fata ndjeu se diçka brenda saj u lirua. Një barr që kishte mbajtur për vite, u ngrit nga shpatullat e saj. Nuk do të thoshte që gjithçka ishte në rregull papritmas, por ishte një fillim. Vitet vazhduan të kalojnë. Besniki përfundoi shkollën e mesme me nota të shkëlqyera dhe fitoi një bursë për do studiuar inxhinieri në universitet. Fata nuk ishte qenë kurrë më krenare. Drita u bë vërtet mësuese, ashtu siç kishte ëndruar. Punonte në shkollën fillore të fshatit, duke mësuar fëmijët e rinj, duke u dhënë atë që ajo kurrë nuk kishte pasur plot, një arsim me dashuri dhe përkushtim. Arbeni, pas viteve të rebelimit, gjeti rrugën e tij. U bë mjeshtër në punë druri, duke krijuar mobilje të bukur që njerëzit vinin nga fshatrat e tjerë për të blerë. Duart e tij, që dikur ishin përdorur për të goditur në zemërim, tani krijonin bukuri. Lindita vazhdoi të shkruante poezi, dhe disa prej tyre u botuan në gazeta lokale. Ishte e heshtur, por e thellë, dhe fjalët e saj prekën shumë zemra. Bujari u rit duke qenë më i butë nga të gjithë. Nuk ishte ashpërsinë e besnikut, rebelimin e Arpenit, apo thellësinë melankolike të Linditës. Ishte thjesht i mirë, i dashur, gjithmonë gati për të ndihmuar. Dhe Anjeza, e vogla që tani nuk ishte më kaq e vogël, u bë një vajzë e bukur dhe e zgjuar, që donte të bëhej infermiere për të ndihmuar njerëzit. Fata i shikonte të gjithë me krenari që mezi mund ta mbante. Nga 6 fëmijë të vegjël që dikur ishin ushqyer me aq pak, tani kishin dalë 6 të rinj të mrekullueshëm, secili me talentin dhe ëndrrën e tij. Por momenti që Fata kishte pritur më shumë, erdhi kur besniki i përfundoi universitetin. Ai u kthye në fshat me një diplomë në dorë dhe një punë të sigurt në qytet. Ditën që arriti, e gjithë familja u mblodh. Besniku, tani një burr i ri i pjekur, e përqavoi nënën e tij me lot në sy. E bëra nën, e bëra, dhe gjithçka për shkak teje. Fata qau me lumturi të pastër. Jo, biri im, e bëre vet, unë thjesht besova në ty. Atë mbromje, besniki u ul me të gjithë familjen dhe shpalli planet e tij. Tani që kam një punë të mirë, dua të kujdesem për këtë familje siç duhet, tha ai. Dua të rinovoj shtëpinë, të sigurohem që të gjithë kam gjithçka që u nevojitet. Nën, ke punuar gjithë jetën, tani është koha që të pushosh. Por Fata tundi kokën me buzëqeshje. Nuk jam gati të pushoj ende, por mirënjohja jote do të thotë më shumë se sa mund ta imagjinosh. Besniki filloi të dërgonte para çdo muaj, por ndryshe nga paratë që Agimi kishte dërguar dikur, të ftokta, pa dashuri, plot gajsim. Këto para vinin me letra plot dashuri, me telefona të rregullta, me vizita sa herë që mundej. Ai ndihmoi Dritën,
të merrte materiale të mira për klasën e saj, i bleu Arbenit vegla të reja për punishten e tij, i pagoi Linditës një kurs shkrimtarje në qytet, u siguroi që bujari dhe Anjeza të kishin gjithçka që u nevojitej për shkollë, dhe për nënën e tij, Besniki bëri diçka që Fata nuk e kishte pritur. Një ditë, erdhi me një arkitekt dhe filloi planet për të ndërtuar një shtëpi të re, jo të madhe dhe plot lukse, por të ngrohtë, të fortë, një vend ku familja mund të mblidhej me dinjitet. Nuk mund ta lejoj, tha Fata dikeqar. Është shumë. Asgjë nuk është shumë për ty, tha Besniki. Ti u dha gjithçka kur nuk kishe asgjë. Tani është radha jon. Ndërtimi zgjati disa muaj dhe gjatë gjithë kohës, fëmijët e tjerë kontribuan në mënyrat e tyre. Arbeni bëri të gjithë mobiljet me dorë. Drita dekoroi dhomat. Lindita shkroi poezi që u varën në mure si art. Bujari punoi në objar, duke mbjell lule dhe pemë. Anjeza ndihmoi me çdo detaj të vogël. Kur shtëpia ishte gati, Fata qëndroi përpara saj me lot prenarie. Nuk ishte pallat, por ishte e tyre, e ndërtuar me dashuri, me sakrifica, me forcën e një familje që refuzoi të byhej. Kjo është për ty nën, i tha Besniki duke i dhënë çelsat, shtëpia që gjithmonë ke merituar. Vite më vonë, erdhi momenti i parë kur njëri nga fëmijët u martua. Drita kishte takuar një mësues tjetër, një burr të mirë nga fshati fqinj, që e donte me të gjithë zemrën. Kur erdhi për të kërkuar dorën e Dritës, Fata e shikoi me kujdes. Pse e do bijën time? E pyeti ajo direkt. Burri i ri u buzëqeshi, sepse është e fortë, por e butë, sepse ditë jap pa pritur kthim, sepse më mëson çdo ditë se çfarë do të thotë të jesh njeri i mirë, dhe sepse kur shoh tek ajo, shoh gruan më të mrekullueshme që kam takuar ndonjëherë, nënën e saj. Këto fjalë prekën Fatën thellë. Do të kujdesesh për të? Pyeti me zë të thyer. Me gjithë jetën time, premtoi ai. Dasma ishte e thjeshtë, por e bukur. E gjithë fshati erdhi për të festuar, dhe kur Drita u rrit për të vallëzuar me nënën e saj, të dyja qanë. Më fal që po të lë, tha Drita. Fata e puthi në kokë. Nuk po më lë, po nis jetën tënde, ashtu siç duhet, dhe unë nuk mund të jem më krenare. Gjithçka që jam është për shkak teje, tha Drita. Më mësove se çfarë do të thotë të jesh e fortë, të durosh, të duash pa kushte. Do të përpiqem të jem edhe gjysmë gruas që je ti. Ti tashmë je më e mirë se unë, tha Fata me buzëqeshje në përlot. Ndërsa shikonte bijën duke vallëzuar me burrin e ri, Fata mendoi për të gjithë rrugën që kishin përshkuar. Nga nata kur Petriti ishte shfaqur në derë me lajmin që i kishte shkatruar botën, deri në këtë moment, kishte qenë një udhëtim i gjatë, i dhimbshëm, por në fund të ditës, i bukur. Me kalimin e viteve, Fata u bë diçka më shumë se një nën për fëmijët e saj. U bë mësuese e jetës, udhërrëfyese shpirtërore, shembulli i gjallë i forcës dhe dinjitetit. Çdo herë që njëri nga fëmijët përballej me një sfidë, vinin tek ajo për këshilla. Kur Arbeni humbi një kontratë të madhe pune dhe ishte i shkatruar, Fata i tha: "Dështimi nuk është fundi, është thjesht një mësim në rrugën drejt suksesit. Unë kam dështuar mijëra herë, por çdo herë jam ngritur përsëri, dhe ashtu do të bësh edhe ti." Kur Lindita u bë zemër nga një kritike ashpër për poezinë e saj, Fata e mori në krah dhe i tha: "Jo të gjithë do të kuptojnë artën tënde, por ata që e kuptojnë do ta çmojnë me gjithë zemër. Mos shkruaj për ata që nuk duan të dëgjojnë, shkruaj për ata që kanë nevojë për fjalët e tua." Kur bujari ishte i pasigurt nëse mund të arrinte diçka, Fata i tha: "Aftësia më e madhe që kam në jetë nuk është inteligjenca apo talenti, është vendosmëria për të mos u dorëzuar kurrë. Nëse ke këtë, mund të arrish çdo gjë." Dhe kur Anjeza, më e vogla, e pyeti një ditë: "Nën, si bëre për të mos u thyer kur babi na la?" Fata e shikoi me dashuri dhe u ul pranë saj. "Do të them një sekret", filloi Fata. "Unë o theva, plotësisht. Kishte net kur mendoja se nuk mund të vazhdoja, kur dhimbja ishte aq e madhe sa që mezi merrja frym. Pastaj u shikoja ju gjashtë, fëmijët e mi të vegjël që keni nevojë për mua, dhe kuptova se nuk kisha luksin e të qenit të thyer. Duhet të isha e fortë, jo sepse doja, por sepse ju keni nevojë për mua." "Por, a nuk ishte e vështirë?" pyeti Anjeza. "Ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë", pranoi Fata.
por gjithashtu më dha diçka të çmueshme. Më mësoi se jam më e fortë se sa mendoja. Më mësoi se dashuria për fëmijët e mi është më e fuqishme se çdo dhimbje. Më mësoi se edhe kur bota të rrëmbon, ti mund të gjesh rrugën për të shkëlqyer përsëri. Anjeza e përqafoi. Dua të jem si ti kur të rritem. Fata buzëqeshi. Jo, zemra ime. Dua që të jesh versioni më i mirë i vetes sate. Jo unë, jo dikush tjetër. Vetëm ti në mënyrën më të vërtetë dhe më të plotë. Vitet vazhduan të kalojnë, dhe fëmijët e Fatës filluan të kishin fëmijët e tyre. Ajo u bë gjyshe, dhe roli i ri e mbushi me gëzim që nuk e kishte ndjerë kurrë në parë. Nipërit e mbesat e saj e adhuronin, vinin tek ajo për rrëfime, për ngrohti, për dashuri të pakushte, që vetëm një gjyshe mund të japë. Dhe Fata, që kishte kaluar kaq shumë kohë për luftim për mbijetesë, tani mund të gëzonte thjesht të qenit me ta, të luante me ta, t'ju tregonte për ralla, t'ju mësonte mësimet e jetës në mënyra të thjeshta që vetëm fëmijët mund të kuptojnë. Një ditë, njëri nga nipërit, një djalë i vogël i emëruar Agim, Drita kishte zgjedhur ta emërtonte djalin e saj me emrin e gjyshit që nuk e kishte njohur kurrë, si një formë falje, e pyeti Fatën: "Gjyshe, pse nuk ke fotografi të gjyshit tënd në shtëpi? Të gjithë të tjerët kanë." Fata e shikoi djalin e vogël dhe mendoi se si ti përgjigjej, si ti shpjegoje një fëmijë kompleksitetin e tradhtisë, faljes dhe kujtimit. Gjyshi yt ishte një njeri i komplikuar, bëri gjëra të mira dhe gjëra të këqija, si çdo njeri, por vendosi që të mos ishte pjesë e jetës sonë, dhe prandaj ne zgjodhëm të ndërtojmë jetën tonë pa të. "Por a nuk të mungohet?" pyeti djali me pafajësi. Fata mendoi për këtë. Dikur po, shumë. Por tani, kur shoh këtë familje, fëmijët e mi, nipërit dhe mbesat e mi, të gjithë ju që jeni këtu për shkak të forcës që gjetëm brenda nesh, nuk mungohet më. Sepse e kuptova se një familje nuk përcaktohet nga kush mungon, por nga kush qëndron. Djali i vogël e përqafoi. "Unë do të qëndroj gjithmonë, gjyshe." Dhe në atë moment, Fata e kuptoi që cikli ishte plotësuar. Dashuria që ajo kishte dhënë për fëmijët e saj, tani po kalonte te brezi i ri. Mësimet që kishte mësuar në mënyrë aq të dhimbshme, tani po transmetoheshin në mënyrë të butë dhe plot dashuri. Fata po plakej, por shpirti i saj mbeti i ri. Edhe në moshë të madhe, vazhdoi të punonte në kopshtin e saj, të qepte, të kujdesi për shtëpinë. Fëmijët i thonin që duhej të pushonte, por ajo refuzonte. "Dita që ndaloj së punuari është dita që filloj të vdes", thoshte ajo me buzëqeshje. "Dhe nuk jam gati ende." Por trupi i saj po dobësohej. Duart që dikur kishin qenë kaq të forta, tani dridheshin pak. Këmbët që kishin ecur kilometra çdo ditë, tani lodhen më shpejt. Por zemra ishte ende po aq e fortë. Një mbrëmje dimri, të gjithë fëmijët ishin mbledhur në shtëpinë e saj për darkë. Ishte një traditë që kishin mbajtur. Çdo fundjavë, pavarësisht se sa të zënë ishin, vinin bashk. Ndërsa ishin ulur rreth tavolinës, Besniki ngriti gotën. "Dua të bëj një nderim", tha ai, "për nënën tonë, gruaja që na dha gjithçka, që na mësoi se çfarë do të thotë të jesh i fortë, të durosh, të duash pa kushte. Nëse jemi diçka sot, është për shkak të saj." Të gjithë të tjerët ngritën gotat. "Për nënën." Fata kishte lot në sy. "Ju e dini që nuk jam mirë me nderime", tha ajo duke qarë dhe qeshur njëkohësisht, "por dua që të dini diçka. Ju jeni arsyeja që jeta ime kishte kuptim. Çdo sakrificë, çdo lot, çdo moment i vështirë, të gjitha vlenin sepse ju dolët kaq të mrekullueshëm." "Ti je heroja jon", tha Drita me zë të thyer. "Jo", tha Fata me butësi, "nuk jam hero. Jam thjesht një nën që bëri atë që duhet bërë. Çdo nën do të bënte të njëjtën." "Jo çdo nën", tha Arbeni. "Jo çdo nën do të kishte qëndruar kaq e fortë. Jo çdo nën do të kishte dhënë aq shumë. Ti je speciale nën, dhe asnjëherë nuk do ta harrojmë." Atë natë, pas se të gjithë u larguan, Fata u ul vetëm në dhomën e ndenjes, duke shikuar fotografitë në mur. Fotografi të fëmijëve kur ishin të vegjël, fotografi nga dasmat, fotografi me nipërit dhe mbesat. Çdo fotografi tregonte një pjesë të udhëtimit të saj. Dhe kuptoi se kishte bërë. Kishte marrë një situatë të papërballueshme dhe kishte kthyer në diçka të bukur. Kishte marrë tradhtinë dhe dhimbjen dhe i transformuar në forcë dhe dashuri. Kishte ngritur 6 fëmijë që tani ishin njerëz të mrekullueshëm, të nderueshëm, të dashur.
E bëra, murmuriti për veten, pavarësisht gjithçkaje, e bëra. Një ditë, Fata mori një vizitë të papritur. Ishte një grua e moshuar, me flokë të thinjura dhe pamje italiane. Ajo foli shqip me theks të fortë, përmjaftueshëm për të kuptuar. Jam Maria, u prezantua ajo, gruaja tjetër e Agimit. Fata mbeti shtangëzuar. Pas të gjithë këtyre viteve kjo grua kishte ardhur këtu? Pse erdhe? Pyeti ajo. Nuk dini nëse të ndihej zemëruar apo kurioze. Maria ul, duke të rreshkashtuar nga udhtimi. Kam ardhur të kërkoj falje, tha me zë të thyer. E di që është shumë e vonë, e di që asgjë nuk mund ta shlyej dhimbjen që shkaktoi Agimi, por kisha nevojë të të takoja, të të shikoja në sy dhe të të thoja sa keq më vjen. Ti nuk ke për çfarë të kërkosh falje, tha Fata pas një heshtje. Ti ishe po aq viktim sa unë. Agimi na gënjeu të dyja. Po, tha Maria duke qarë, por unë jetova në komoditetin e ignorancës për vite, ndërsa ti rrite 6 fëmijë vetëm. Në kur nuk do të mund ta imagjinoj se sa e vështirë ishte. Atëherë e di çfarë do të thotë të jesh nën, tha Fata me butësi. E di dashurinë, frikën, dëshirën për t'u dhënë gjithçka. Ti bëre atë që mendove se ishte më e mira për fëmijët e tu, ashtu si unë për të mijat. Por si mund të jesh kaq e qetë? Pyeti Maria me admirim. Pas gjithçkaje që ndodhi? Fata mendoi për këtë, sepse mësova se zemërimi dhe urrejtja vetëm helmojnë personin që i mban. Agimi bëri atë që bëri dhe pagoi për të në mënyrat e veta, por unë refuzova t'i lejoj veprimeve të tij të shkatrojnë pjesën tjetër të jetës sime. Zgjodha të fal, të lëviz përpara, të ndërtoj diçka të bukur nga gërmadhat që ai la pas. Maria qau më fort. Je gruaja më e fortë që kam takuar ndonjëherë. Jo më e fortë, korrigjoi Fata. Thjesht një që kishte më shumë për të humbur nëse nuk isha e fortë. Ato folën për orë të tëra atë ditë, shkëmbyen histori për Agimin, të dyja të mësuara se ai ishte një njeri më i komplikuar se sa kishin menduar, i aftë për dashuri dhe tradhtie, për bujarinë dhe egoizmin, për shpresë dhe zhgënjim. A mendon se na deshin ndonjëherë? Pyeti Maria. Ndonjëherën prej nesh? Fata mendoi thellë për këtë. Mendoi se bëri aq sa ishte i aftë, por dashuria e vërtet kërkon sakrifik, ndershmëri, guxim, dhe këto Agimi nuk i kishte. Prandaj na deshi po, por jo mjaft mirë, jo mjaft thellë, jo aq sa ne meritonim. Kur Maria u largua atë ditë, ato u përqafuan. 2 gra që dikur ishin rivale pa e ditur, tani bashkuar nga një kuptim i përbashkët për dhimbjen dhe mbijetesën. Faleminderit që më pranove, i tha Maria. Faleminderit që erdhe, ju përgjigj Fata. Më dhe një dhuratë që nuk e kisha pritur, mbylljen. Me kalimin e viteve, historia e Fatës filloi të rrëfehej jo vetëm brenda familjes, por në të gjithë rajonin. U bë një simbol i forcës femërore, i aftësisë një nëne për të kapërcyer çdo pengesë. Gratë e reja vinin tek ajo për këshilla, gra që po kalonin ndarje, gra që po luftonin me vështirësi financiare, gra që po mbanin familje vetëm. Si e bëre? Pyesnin ato. Dhe Fata gjithmonë jepte të njëjtën përgjigje. Një ditë në një kohë, një hap në një kohë, dhe duke mos haruar kur pse po luftoja. U bë mentore për shumë, ndau historinë e saj pa turp, pa fshehje, sepse kuptoi se dhimbja e saj mund të ndihmonte të tjerët. Një ditë, një grua e re erdhi duke qarë. Burri i saj sapo i kishte lënë me 2 fëmijë të vegjël. Nuk di si do t'ja dalë, si do t'i rriz vetëm, si do të fitoj para, si do të shpjegoj fëmijëve se pse babai i tyre nuk është më këtu. Fata e përqafoi dhe e la të qante. Pastaj, kur lotët u than pak, i tha: do të duket i pamundur, do të ketë ditë kur do të dëshirosh të dorëzohesh, por nuk do ta bësh, sepse brenda teje është një forcë që as ti vetë nuk e di që e ke, forca një nëne, dhe nuk ka asgjë më të fuqishme në këtë botë. Por a do t'jem e mjaftueshme? Pyeti gruaja. Nuk do t'jesh vetëm e mjaftueshme, i tha Fata me forcë, do t'jesh e jashtëzakonshme, sepse do t'u japësh atyre fëmijëve diçka që parat nuk mund të blejnë, dashurinë e pakushtëzuar, forcën për të vazhduar, shembullin se si të ngrihesh nga rrëzimi. Gruaja e re u largua atë ditë me shpresë re në zemër, dhe vite më vonë ajo u kthyre me fëmijët e saj, tashmë të rritur dhe suksesshëm, për të falenderuar Fatën. Faleminderit që më pranove, i tha Maria. Faleminderit që erdhe, ju përgjigj Fata. Më dhe një dhuratë që nuk e kisha pritur. Mbylljen. Erdhi një kohë kur trupi i Fatës përfundimisht filloi të dorëzohej.
Kishte jetuar një jetë të gjatë, të mbushur, të vështirë por kuptim plot. Tani në moshë shumë të filluar, filloi të lodhet. Fëmijët e saj e kuptuan, e shihnin si ecte më të vadal, si pushonte më shpesh, si duart e forta tashmë më nuk mund të mbanin gjërat me të njëjtën forcë. E sollën në shtëpinë e besnikut në qytet, ku mund të kujdeseshin më mirë për të. Por fata nuk donte të ishte barë. Jam mirë, këmbgulte ajo, mos u shqetësoni aq shumë. Por ata shqetësoheshin, sepse nuk mund të imagjinonin një botë pa të. Ajo kishte qenë shkëmbi i tyre, drita e tyre, forca e tyre, për aq gjatë. Një ditë, kur të gjithë ishin mbledhur rreth shtratit të saj, fata i thirrri afër. Dua t'ju them diçka, filloi me zë të dobët për të qartë. Kam jetuar një jetë të gjatë. Kam parë dhimbje dhe gëzim, tradhtie dhe dashuri, humbje dhe fitore. Dhe nëse do të kisha një përmbledhje të gjithë shkaje që kam mësuar, do t'ishte kjo. Ajo ndaloi për të marrë frymë, dhe fëmijët e saj pritnin me frymë të ndaluar. Jeta nuk përcaktohet nga ajo që të ndodh, por nga mënyra se si i përgjigjesh. Ju mund të zgjidhni të jeni viktima, ose mund të zgjidhni të jeni mbijetues. Ju mund të zgjidhni të urrejni, ose mund të zgjidhni të falni. Ju mund të zgjidhni të dorëzoheni, ose mund të zgjidhni të luftoni. Por më e rëndësishmja, vazhdoi ajo, është kjo. Dashuria gjithmonë fiton. Dashuria që kisha për ju gjashtë ishte më e fuqishme se çdo tragjedi. Ishte ajo që më mbajti në këmbë kur gjithçka tjetër po më rrëzonte. Prandaj, çfarëdo që të ndodh në jetën tuaj, mos e harroni kurrë forcën e dashurisë, të dashurisë për familjen, për veten, për jetën. Të gjithë qanin. Drita i mbante dorën, besniki ishte përkulur pranë. Arbeni, Lindita, Bujari dhe Anjeza ishin të gjithë rreth saj. Nuk jemi gati të humbasim, tha besniki me zë të thyer por të qartë. Fata buzëqeshe. Askush nuk është kurrë gati, por kur erdhi koha, dua që të dini se nuk kam pendime. Kam jetuar plotësisht, kam dashur thellësisht, kam dhënë gjithçka. Dhe ju, fëmijët e mi të dashur, jeni prova më e madhe se jeta ime kishte kuptim. Të duam nën, than të gjithë njëkohësisht. Edhe unë ju dua, tha fata. Më shumë se sa fjalët mund të shprehin. Jeni gjithçka për mua. Jeni arsyeja që çdo sakrificë vlente. Fata jetoi ende disa vite pas asaj bisede. Vite ku u mbush me nipër dhe mbesa, ku pa fëmijët e saj duke u bërë gjyshër vet, ku historia e saj vazhdoi të rrëfehej dhe të inspironte. Por kur përfundimisht erdhi dita që u largua nga kjo botë, ishte në paqe. E gjithë fshati erdhi në funeral. Njerëz që e njohnin, njerëz që kishin dëgjuar historinë e saj, njerëz që ishin të prekur nga jeta e saj. Ishte një nga funeralet më të mëdha që fshati kishte parë ndonjëherë. Besniki qëndrai përpara varrit dhe foli me zë të thyer por të qartë. Nëna ime ishte një grua e zakonshme, që bëri gjëra të jashtëzakonshme. U tradhtua nga burri që e donte. U la vetëm me 6 fëmijë, pa para, pa mbështetje, pa asgjë përveç vullnetit për të mbijetuar. Dhe jo vetëm që mbijetoi, lulëzoi. Na rit të gjithë të jemi njerëz të mirë, të ndershëm, të fortë. Na mësoi se dinjiteti nuk të jepet, por fitohet. Se dashuria nuk metet me fjalë, por me vepra. Se forca më e madhe nuk është të mos biesh kurrë, por të ngrihesh çdo herë që bie. Zëri i tij u thye, por vazhdoi. Ajo nuk meritonte dhimbjen që kaloi, por ajo mori atë dhimbje dhe e ktheu në diçka të bukur. Ne, fëmijët e saj të dashur, jemi dëshmia e gjallë se edhe në errësirën më të thellë, dashuria mund të ndezë një dritë që nuk shuhet. Drita ishte njetra që foli. Nëna ime më mësoi se çfarë do të thotë të jesh grua e fortë, jo përmes fjalëve, por me shembull. Çdo ditë që zgjohej para agrimit për të punuar, çdo natë që rinte zgjuar duke qepur rrobat tona, çdo herë që buzëqeshte, edhe kur zemra i thërmonte, të gjitha këto ishin mësime. Dhe më e rëndësishmja që mësova nga ajo, ishte kjo. Ti nuk je ajo që të ndodh, por ajo që zgjedh të bëhesh pavarësisht asaj që të ndodh. Arbeni, rebeli që nëna e tij kishte shtëndruar në një burr të nderuar, tha: "Kam qenë i zemëruar për shumë vite, i zemëruar me babën që na la, me botën që ishte e padrejtë,
me veten për të qenë i pafuqishëm. Por nëna ime nuk më la të mbyta në atë zemërim. Më mbajti, më dha dashuri edhe kur nuk e meritonte. Më tregoi se ka një rrugë tjetër. Dhe për këtë do t'jem përgjithmonë mirënjohës. Lindita lexoi një poezi që kishte shkruar për nënën e saj, fjalë kaq të bukura dhe të dhimbshme, saqë nuk kishte sy të tatë në turm. Bujari tha me thjeshtësi: "Nëna ime më dha gjithçka që kishte, edhe kur nuk kishte asgjë. Kjo është dashuria më e pastër që ekziston." Dhe Anjeza, e vogla që tani ishte bërë një grua e mrekullueshme, tha: "Nuk e mbaj mend baban, por mbaj mend gjithë moment me nënën. Ajo ishte baba dhe nën, mësues dhe udhërfejës, hero dhe shok. Ishte gjithçka. Dhe nëse mund të jem edhe gjysma e gruas që ishte ajo, do të jem e lumtur." Jeta vazhdoi pas vdekjes së Fatës, siç vazhdon gjithmonë, por trashëgimia e saj mbeti e gjallë në çdo vepër të fëmijëve të saj. Besniki u bë një inxhinier i suksesshëm, por asnjëherë nuk harroi rrënjët e tij. Ndërtoi një fondacion që ndihmonte gra beqare me fëmijë, duke ju dhënë mbështetje financiare, këshilla dhe shpresë. Pikërisht atë që nëna e tij kishte nevojë, por kurrë nuk e kishte marrë. Drita vazhdoi të ishte mësuese, por tani me një mision më të madh. Nisi programe për vajzat nga familje të varfra, duke u siguruar që ato të kishin mundësi që ajo vetë mezi kishte pasur. Çdo vajzë që ndihmonte ishte një nderim për nënën e saj. Arbeni hapi një punishte ku trajnonte të rinj pa mundësi, duke u dhënë një zanat dhe një shans për jetë më të mirë. "Nëna ime më dha një shans", thoshte ai. "Tani është radha ime t'ua jap të tjerëve." Lindita botoi një libër poezish të dedikuar për nënën e saj. U bë një bestseller, prekur zemrat e mijëra njerëzve që lexonin për forcën, dashurinë dhe sakrificën e një nëne të jashtëzakonshme. Bujari u bë psikolog, duke punuar me fëmijë që kishin humbur prindër ose po kalonin situata të vështira familjare. "E di si ndihen", thoshte ai, "sepse kam qenë atje dhe dua t'u tregoj se ka shpresë." Anjeza u bë infermiere, ashtu siç kishte ëndërruar, duke kujdesur për të sëmurët me një butësi që e kishte mësuar nga nëna e saj. Çdo pacient që prekte ndjente dashurinë që Fata kishte mbjellë në zemrën e saj. Dhe të gjithë së bashku, 6 fëmijë ruajtën kujtimin e nënës së tyre të gjallë. Çdo vit, në ditën e lindjes së saj, mblidheshin në varrin e saj me të gjithë familjen, tani një familje e madhe që përfshinte 10 nipër dhe mbesa, stërnipër dhe stërmbesa. Rrëfenin histori për të, për forcën e saj, dashurinë e saj, sakrificën e saj. Dhe çdo fëmijë i ri që dëgjonte këto histori, mësonte diçka të rëndësishme, se edhe në momentet më të errta, dashuria mund të triumfojë. Vite pas vdekjes së Fatës, një gazetar erdhi në fshat për të shkruar një artikull për gratë e forta të rajonit. Kur dëgjoi për Fatën, kuptoi se kishte gjetur një histori të jashtëzakonshme. U takua me 6 fëmijët, tani tashme njerëz të moshuar vetë. Secili i tregoi pjesën e tij të historisë, si e mbanin mend nënën, çfarë kishin mësuar nga ajo, si ajo kishte formuar jetën e tyre. Artikulli u botua dhe u bë viral. Njerëz nga e gjithë vendi, madje edhe nga jashtë, shkruan për forcën e kësaj gruaje që nuk ishte dorëzuar kurrë. Disa javë më vonë, një letër erdhi nga Italia. Ishte nga djali i Marias, gruaja tjetër e Agimit. Ai kishte lexuar artikullin dhe kishte vendosur të shkruante: "Jam Luka, djali i Marias. Nëna ime më ka treguar për Fatën, për forcën e saj, për mënyrën se si e trajtoi kur erdhi për të kërkuar falje. Ajo histori më ka prekur thellë. Doja t'ju them se babai im, Agimi, ishte një njeri i komplikuar që bëri shumë gabime, por nga gabimet e tij dolën 2 familje plot njerëz të mrekullueshëm. Ju, fëmijët e Fatës, jeni dëshmia më e madhe se edhe në momentet më të errta, dashuria mund të triumfojë." Besniki lexoi letrën me lot në sy. Pastaj e ndau me vëllezërit dhe motrat e tij. "Ndoshta kjo është mënyra e Zotit për t'u na treguar se gjithçka ndodh për një arsye", tha Drita. "Dhimbja që kaluam na bëri më të fortë, më të mirë, më njerëzor." Dhe nëna e dha shembullin se si të kthesh tragjedi në triumf, shtoi Arbeni. Vendosën të përgjigjen letrës, të fillonin një korrespondencë me këtë gjysmëvëlla që nuk kishin njohur kurrë, sepse kishin mësuar nga nëna e tyre se dashuria është më e fortë se çdo ndarje. Se familja nuk përcaktohet vetëm nga gjaku, por nga zemra. Me kalimin e dekadave, historia e Fatës u bë legjendë në rajon. Shkollat filluan ta mësonin si shembull force dhe vendosmërie. Gra në situata të vështira gjenin shpresë duke dëgjuar për të. Një ditë, mbesa e Fatës, vajza e Dritës, erdhi në shtëpi të shqetësuar.
Kishte sapo zbuluar se partneri i saj e kishte tradhtuar. Si do t'ja dal, qaj alo. Kam 2 fëmijë, nuk kam të ardhurat të mëdha. Gjyshja juaj e bari, por ajo ishte e veçantë. Unë nuk jam aq e fortë. Drita e paraqoi vajzën e saj. Gjyshja jote nuk mendonte se ishte e fortë në fillim. Kishte frikë, ishte e shkatruar, nuk dinte si do t'ja dilte. Por bëri një zgjedhje, të mos dorëzohej. Dhe çdo ditë zgjodhi përsëri. Kjo është sekreti. Nuk je i fortë një herë për gjithmonë. Je i fortë çdo ditë, me çdo zgjedhje të vogël që bën. Por mos e dështoj, pyeti vajza. Atëherë do të ngrihesh dhe do të provosh përsëri. Ashtu siç bëri gjyshja jote, ashtu siç bëra unë, ashtu siç do të bësh edhe ti, sepse ke gjakun e saj në venat e tua, ke forcën e saj në zemrën tënde, dhe kur nuk je vetëm, ke një familje të tërë që do të mbështes. Ajo natë, vajza vendosi të mos dorëzohej, dhe vite më vonë, kur fëmijët e saj u rritën, u tregoi për stërgjyshen që nuk e kishte njohur kurrë, por që trashëgimia e saj e kishte shpëtuar. Kështu vazhdoi cikli. Çdo gjenerat mësonte nga e kaluara, merrte forcë nga trashëgimia dhe kalonte mësimet më tej. Historia e fatës nuk ishte thjesht një histori e të kaluarës, ishte një udhërrëfyes për të tashmen dhe një shpresë për të ardhmen. Dekada pas vdekjes së fatës, besniki, tani një plak vet, vendosi të kthehej në shtëpinë e vjetër ku kishin rritur. Shtëpia ku nëna e tij kishte luftuar çdo ditë për t'i mbajtur të gjallë. Shtëpia ishte bosh dhe e vjetëruar. Askush nuk ishte jetuar atje për vite. Por kur hyri brenda, besniki mund të ndjente ende praninë e nënës së tij. Në çdo cep, në çdo dhomë, kishte kujtime. Këtu ishte dhoma ku flinin të gjithë së bashku gjatë dimrave të ftohtë. Atje ishte kuzhina ku nëna gatuan çfarë do kishte, duke e bërë të dukej si fest. Aty ishte tavolina e vjetër ku bënin detyrat e shkollës, ndërsa ajo që ndiste pranë, duke qepur me dritën e dobët të llampës. Besniki u ul në mes të dhomës dhe qau. Qau për çdo sakrificë që nëna e tij kishte bërë. Qau për çdo natë që ajo kishte qëndruar zgjuar duke u shqetësuar. Qau për dashurinë e pakushtëzuar që ajo kishte dhënë, pa pritur asgjë në këmbim. Të faleminderit, nën, tha me zë të lartë në dhomën bosh. Faleminderit për çdo gjë. Faleminderit që nuk u dorëzove. Faleminderit që na dhe një jetë që meritonte të jetohej. Faleminderit që na mësove se çfarë do të thotë dashuria e vërtetë. Dhe në atë moment të qetësisë, besniki ndjeu sikur nëna e tij ishte atje me të. Nuk ishte një prani fizike, por diçka më e thellë, një lidhje shpirtërore që vdekja nuk mund ta shkëpuste. Vendosi ta rinovonte shtëpinë, ta bënte një vend takimi për familjen, një vend ku gjeneratat e reja mund të vinin dhe të mësonin për gruan e jashtëzakonshme që kishte jetuar atje. Një memorial i gjallë për fatën. Kur puna mbaroi, ftoi të gjithë familjen, vjetra njerëz, nga fëmijët e tij deri te stërnipërit më të vegjël. Qëndruan të gjithë në oborin ku dikur fata kishte punuar nga agimi deri në mbrëmje. Kjo shtëpi, tha besniki, është më shumë se mure dhe çati. Është vendi ku u mësua se çfarë do të thotë të jesh familje. Ku nëna jon na tregoi se dashuria është më e fuqishme se çdo vështirësi. Dua që çdo fëmijë, çdo nipër, çdo stërnipër, të vijë këtu dhe të dëgjojë historinë e saj, sepse është një histori që duhet ruajtur përgjithmonë. Shumë vite më vonë, një vajzë e re, stërnipja e fatës, qëndroi në shkollën e saj për të mbajtur një prezantim. Tema ishte Heroi im. Ajo foli për një grua që nuk e kishte njohur kurrë, por që kishte formuar gjithçka rreth saj. Stërgjyshja ime fata, filloi ajo, ishte një grua e zakonshme që jetoi një jetë të jashtëzakonshme. U tradhtua, u braktis, u përball me vështirësi që shumica e njerëzve nuk mund t'i imagjinojnë. Por nuk u dorëzua. Rriti 6 fëmijë vetëm, duke punuar ditë e natë, duke dhënë çdo grimc të vetes. Vajza vazhdoi. Kur njerëzit mendojnë për heronj, mendojnë për njerëz të famshëm, sportist, artist, udhëheqës. Por heroi im i vërtet është një grua që askush jashtë familjes son nuk e njeh. Sepse heroizmi i vërtet nuk është në veprat e mëdha që bëhen përpara kamerave. Është në sakrificën e heshtur, në dashurinë e pakushtëzuar,
në vendosmërinë për të vazhduar kur gjithçka duket e pamundur. Klasa dëgjonte në heshtje absolute. Stërgjyshja ime më mësoi diçka, edhe pse nuk e kam takuar kurrë. Më mësoi se nuk je ajo që të ndodh, por si i përgjigjesh. Më mësoi se dashuria mund të mposhte gjithçka. Më mësoi se forca më e madhe vjen nga brenda. Mësuesja kishte lot në sy. Çfarë do të doje t'i thoje stërgjyshes sate nëse mund ta takoje? Vajza mendoi për një moment. Do t'i thoja, faleminderit që nuk u dorëzove, sepse për shkak të forcës sate, jam këtu. Për shkak të dashurisë sate, kam një familje të mrekullueshme. Për shkak të sakrificës sate, kam mundësi që ti nuk i pate kurrë. Trashëgimia jote jeton në mua, në familjen time, dhe do t'jetoj për breza që do t'vinë. Ti nuk je harruar, kurrë nuk do t'harrohesh. Shumë vite më vonë, në një ditë pranvere të bukur, e gjithë familja u mblodh përsëri në shtëpinë që Besniki ishte rinovuar. Tani ishin mbi 100 njerëz, fëmijë, nipër, stërnipër, stërnipër. Besniki, tani napojse 90 vjeç, qëndroi përpara tyre me një kuti të vjetër në dorë. Brenda kësaj kutie, tha ai me zë që dridhej pak nga mosha, është sendet e nënës sime. Letra që nuk i dërgoi kurrë, fotografia e vetme e dasmës së saj, një pelush që qëndiste me dorë dhe diçka tjetër, ditari i saj i vogël. Sot më tha niprit që duhet të pushoj, që kam punuar mjaft, që meritoj paqe, por si mund të pushoj kur ende ka kaq shumë për të bërë, kaq shumë dashuri për të dhënë. Shoh pas në jetën time dhe shoh dhimbje, por shoh edhe bukuri. Agimi më tradhtoi, po, më la vetëm me 6 gojë për të ushqyer, por ai gjithashtu më dha 6 arsye për të jetuar, 6 mrekulli që bën çdo sakrificë që ia vlen. Nëse do të mund të ktheja kohën, a do të zgjidhja ndryshe? A do të shmangja dhimbjen? Ndoshta, por atëherë nuk do t'i kisha këta fëmijë të mrekullueshëm. Nuk do ta dija forcën që kam brenda. Nuk do të kisha mësuar se dashuria vërtet mund të triumfojë mbi gjithçka. Prandaj jo, nuk do të ndryshoja asgjë, sepse çdo lot që kam derdhur ka uitur tokën ku rritën fëmijët e mi. Çdo natë pa gjumë ka qenë një lutje për mbrojtjen e tyre. Çdo sakrificë ka qenë një investim në të ardhmen e tyre. Dhe tani, kur shikoj se çfarë kanë bërë, Besniki me zemrën e tij të madh, Drita me dashurinë e saj për arsimin, Arbeni që gjeti rrugën e tij, Lindita me fjalët e saj të bukura, Bujari me butësinë e tij, Anjeza me kujdesin e saj, ndihem krenarja më krenare që ka jetuar ndonjëherë. Nëse ka një mesazh që dua t'u lë atyre dhe gjeneratave që do të vinë, është ky. Jeta nuk premton të jetë lehtë. Do të keni beteja, do të keni dhimbje, do të keni momente kur doni të dorëzoheni, por mos e bëni kurrë, sepse brenda secilit prej jush është një forcë që nuk e imagjinoni, një dashuri kaq e madhe sa mund të mposhtësh çdo gjë, një shpresë që nuk shuhet kurrë. Dashuria është përgjigja, gjithmonë ka qenë, gjithmonë do të jetë. Dhe sa kohë që mbani dashurinë në zemër, asgjë nuk mund t'ju mund vërtet. Besniki mbyllur ditarin dhe shikoi familjen e tij, të gjithë me lot në sy. Kjo ishte nëna ime, tha ai, dhe kjo është trashëgimia që na la, të mos harrojmë kurrë forcën e dashurisë. Historia e Fatës nuk përfundon me vdekjen e saj. Vazhdon në çdo fëmijë që ajo rriti, në çdo nipër që dëgjoi rrëfimin e saj, në çdo person që u prek nga shembulli i saj. Ajo ishte një grua e zakonshme, që bëri diçka të jashtëzakonshme. Zgjodhi të dojë edhe kur jeta i dha çdo arsye për të urrëtur. Zgjodhi të vazhdoi edhe kur çdo gjë thoshte të dorëzohej. Zgjodhi të ndërtoi edhe kur gjithçka rreth e saj po shkatërrohej. Sot, dekada pas jetës së saj, emri i Fatës ende thyet me respekt në rajon. Gra që po luftojnë dëgjojnë për të dhe gjejnë forcë. Fëmijë që janë rritur pa një prind dëgjojnë për të dhe gjejnë shpresë. Familje që po kalojnë vështirësi dëgjojnë për të dhe gjejnë frymëzim. Sepse historia e saj është më shumë se një rrëfim i së kaluarës. Është një dëshmi për forcën e shpirtit njerëzor. Një kujtesë përse edhe në errësirën më të thellë, dashuria mund të ndezë një dritë. Një premtim përse sa e vështirë është rruga, ja vlen të vazhdosh. Agimi është harruar prej kohësh.
Emri i tij thjesht një shënim ansor në histori, një meri që bëri zgjedhje të gabuara dhe humbi gjithçka që ishte vlerë. Por Fata do të jetojë përgjithmonë, në zemrat e fëmijëve të saj, në veprat e nipërve që dëgjoi rrëfimin e saj, në çdo person që u prek nga shembulli i saj. Kjo është fuqia e dashurisë së vërtet. Nuk vdes kurrë, rrjedh nga gjenerata në gjenerata, një rrjedh i pakufishëm që u adit çdo atë që e prekin. Dhe sa kohë që ka njerëz që gujtojnë, sa kohë që ka zemra që preken, sa kohë që ka shpirtra që frymëzohen, Fata do të jetojë. Sepse disa njerëz nuk maten me vite që jetuan, por me dashuri që dhanë. Dhe Fata dha më shumë dashuri në një letë se sa shumica e njerëzve në 10. Prandaj jo, nuk do të ndryshojë asgjë, sepse çdo lot që kam derdhur ka ujtur tokën ku u rritën fëmijët e mi. Çdo natë pa gjumë ka qenë një lutje për mbrojtjen e tyre. Çdo sakrificë ka qenë një investim në të ardhmen e tyre. Edhe kur ju do të mendoni se nuk keni forcë për të vazhduar, kujtoni Fatën. Edhe kur t'jeni të tradhtuar dhe dhimbja të duket e pambarueshme, kujtoni Fatën. Edhe kur të mendoni se nuk keni forcë për të vazhduar, kujtoni Fatën. Dhe kuptoni se brenda jush, ashtu si brenda saj, është një forcë që nuk e imagjinoni, një dashuri kaq e madhe sa mund të mposhtesh çdo gjë, një shpresë që nuk shuhet kurrë. Kjo është trashëgimia e Fatës. Kjo është dhurata e saj për botën. Dhe kjo është historia që duhet të rrëfehet përsëri e përsëri, që asnjë nën, asnjë grua, asnjë njeri që po lufton të mos ndjejë se është vetëm. Sepse nuk jeni. Keni forcën e të gjithë atyre që erdhën para jush. Keni dashurinë që lan pas. Keni shembullin e tyre për të udhëhequr. Dhe ashtu si Fata, edhe ju gjithashtu mund të ktheni dhimbjen në bukuri, tragjedi në triumf, humbje në dashuri. Kjo është fuqia që mbani. Kjo është trashëgimia që bartni. Kjo është shpresa që nuk duhet të humbni. E dashur shikues, tani që e dini historinë e Fatës, çfarë do të banit ju në vendin saj? Si do t'i përballonit këto vështirësi? Dhe më e vërteta, kush është Fata në jetën tuaj? Kush është personi që ju ka dhënë dashuri të pakushtueshme, që ka sakrifikuar për ju, që ju ka mësuar se çfarë do të thotë forca e vërtet? Shkruani në komente. Ndani historinë tuaj, sepse secila nga ne ka një fate që meriton të njihet, të nderohet, të mos harrohet kurrë. Dhe nëse kjo histori ju prekur, nëse ju bëri të qani, të mendoni, të vlerësoni më shumë ata që duan, atëherë trashëgimia e Fates vazhdon, sepse çdo zemër që ajo prek, çdo jetë që ajo ndryshon, është dëshmia se dashuria vërtet nuk vdes kurrë.